ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد تداشو بليزر do të flas për një çështje e cila në fakt ka shkaktuar shqetësime në gjirin e muslimanëve, pothuajse që nga fillimet e rigjallërimit të davës islame në vendin tonë. Domethënë që prej gati 15 vitesh apo 6-17 vitesh. Dhe ky është fillimi i muajit Ramazanit, mbyllja e muajit Ramazanit dhe festa e Fitr Baramit, festa e Kurban Baramit. Si duhet ta fillojmë muajin e Ramazanit? Njëherëshme muslimanët e këtij vendi apo në bazë të shikimit të hënës kudo që të shihet ajo, apo duke marrë parasysh shikimin e hënës në vendin tonë. Po Baramin si duhet ta bëjmë? Njëherëshme njerëzit e vendit tonë apo në bazë të shikimit të hënës kudo që të shihet ajo, apo në bazë të shikimit të hënës në vendin tonë? Ky problem faktikisht na ka shoqëruar që nga rinisja e aktiviteteve islame në Shqipëri. Gjithmonë kemi pas probleme të kësaj natyre dhe pjesa më e madhe e këtij problemi vjen për shkak të komunitetit musliman, i cili bazohet në kalendar ose në llogari dhe nuk merr parasysh shikimin e hënës. Faktikisht llogaritë ata i lidhin me mundësinë e shikimit të hënës, por nuk bazohen në shikimin e hënës, qoftë në vendin tonë apo në shikimin e hënës kudo që ajo të shikohet. Kjo pra ka shkaktuar probleme. Dhe pothuajse në çdo vit, përveç rasteve të rralla, shumica e njerëzve e kanë filluar dhe e kanë mbyllur Ramazanin, pra shumica e muslimanëve flas të vendit tonë, e kanë filluar dhe e kanë mbyllur Ramazanin me komunitetin musliman. Por ka pas edhe njerëz të cilët kanë marrë parasysh shikimin e hënës në vende të tjera dhe mund ta kenë filluar Ramazanin për shembull një ditë më përpara ose një ditë më prapa. Po kështu dhe Baramin do mund të kenë qenë të agjërueshëm ditën e Baramit, ndërkohë që këtu njerëzit kanë pas Baram, ose për shembull duke qenë se ka qenë parë hëna në ndonjë vend arab, në ndonjë vend islam, nuk kanë pas Baram, ndërkohë që njerëzit këtu duke marrë për bazë deklarimin dhe shpalljen e komunitetit musliman kanë pas agjërim dhe Baramin e kanë bërë të nesërmen.
Pra gjitha këto kanë ndodhur faktikisht, pothuajse çdo vit. Nuk është problem i ditëve të sotshme. Është problem që e kemi bartur prej vitesh. Se kur do të marrë zgjidhje përfundimtare ky problem e din Allahu subhanahu wa taala. Sepse nuk është kjo mosmarrveshja e vetme të cilën e kanë muslimanët mes veti. Kanë plot mosmarrveshje, të cilat vijnë nga shkaqe të ndryshëm, dhe njëra prej këtyre mosmarrveshjeve që kanë muslimanët është edhe çështja e hënës. Për këtë arsye unë do të trajtoj këtë çështje inshallah taala duke shpresuar që të kapim të vërtetën, të afrohemi të vërtetës, të ndërgjegjësojmë vëllezërit musliman rreth të vërtetave të kësaj çështje. Të ndjekim sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe jo dëshirat, tekat apo mendimet e njerëzve. Të japim gjithnjë përparësi asaj që kënaq Allahun subhanahu wa taala. Nuk ka dyshim se Allahu subhanahu wa taala e ka vendosur hënën si shenjë për fillimin e ibadeteve dhe ka lidhur me të mjaft prej dispozitave ligjore islame. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Yes'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj." Të pyesin ty, pra shokët e tu, të pyesin ty për hënët dhe gjendjet e tyre. Hëna kalon disa cikle, sigurisht se dihet. Dhe shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pyetën për hënën dhe gjendjet në të cilat kalon ajo. Allahu i lartësuar thot: "Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj." Thuaj, hëna është shenjë për kohët e ibadeteve të njerëzve, si agjërimi, haxhi dhe për ligjet dhe rregullat e tyre. Në një hadith që e transmeton Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ja'ala Allahu al-ahillata mawaqita lin-nas." Allahu lartuar i ka bërë hënat, gjendjet e tyre, ciklet e hënës, i ka bërë shenjë që njerëz për të mësuar njerëzit kohët e ibadetit, kohën e agjërimit, kohën e haxhit e tjerë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në të njëjtin hadith: "Fasumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, fa in ghumma alaykum fa'uddu 30 yawma." Thot agjëroni kur të shikoni hënën. Bëni fitër Bayram, përprisheni agjërimin kur të shikoni hënën. Nëse nuk arrini ta shikoni hënën për shkak të reve, apo për shkak se nuk është shfaqur hëna, nuk ka lindur, atëherë llogaritni 30 ditë. Këtë hadith e transmeton El-Hakim dhe thotë se isnadi i tij është i saktë. Sheikh Albani thotë që ky hadith është i saktë. Si fillon muaji Ramazanit? Muaji Ramazanit, si shpallet fillimi i muajit Ramazanit? Shpallja e fillimit të muajit Ramazanit bëhet me shikimin e hënës. Nëse nuk arrihet të shikohet hëna, pra në ditën e 29 të Shabanit, në darkën e kësaj dite, do të shikohet hëna. Nëse do të shikohet hëna, dita e nesërme shpallet Ramazan. E nëse nuk shikohet hëna, do të plotësohet Shabani 30 ditë dhe pastaj do të fillohet Ramazani. E njëjta gjë ndodh dhe me fundin e Ramazanit. Nëse shikohet hëna në ditën e 29 të Ramazanit në darkë, dita e nesërme shpallet fitër Bajram. E nëse nuk shikohet hëna, atëherë do të plotësohet Ramazani 30 ditë dhe pastaj do të shpallet, pastaj njerëzit do të bëjnë fitër Bajram. Mjafton një dëshmitar, nëse një dëshmitar njofton të parin e muslimanëve ose autoritetin që shpall muajin e Ramazanit, deklaron që ka parë hënën e Ramazanit, mjafton ky dëshmitar i drejt për shpalljen e muajit Ramazanit. Ndërsa për shpalljen e fitër Bajramit duhen 2 dëshmitarë, nuk mjafton vetëm një dëshmitar. Por në lidhje me këtë çështje do diskutojmë për 2 çështje, të cilat faktikisht janë burimi i mosmarrveshjeve të cilat kanë lindur mes muslimanëve. Këto mosmarrveshje nuk janë vetëm vendin tonë.
Këto janë me shumicë në Evropë. Pothuajse në gjitha vendet e Evropës ekzistojnë këto probleme. Dhe një ndër çështjet për cilat kanë patur pyetje të shumta dietarë të ummetit të kohës tonë ka qenë pikërisht fillimi dhe mbyllja e Ramazanit. Si do të bëhet Fitr Bayram dhe Kurban Bayrami. Kjo është një ndër pyetjet e cila ka zënë hapësirë të madhe në fetvat e dietarëve dhe shpjegimet e tyre. Çështja e parë për cilën do të diskutoj është se nëse shikohet hëna në një vend, a vlen dhe për vendet e tjera apo jo? Dhe çështja e dytë është, në qoftë se një person shikon hënën e Ramazanit, apo merr vesh që është parë hëna e Ramazanit dhe njofton autoritetin që shpall muajin e Ramazanit, njofton halifen apo autoritetin që shpall fillimin e muajit Ramazanit, por nuk i pranohet. A do të agjeroj dhe ta prish agjerimin për Fitr Bayram në bazë të shikimit të tij? Po kështu dhe për sa i përket haxhit, do të qëndrojë në Arafat sipas qëndrimit të tij dhe do ta bëj Kurban Bayramin sipas shikimit apo informacionit që i ka mbërritur, apo do të bashkohet njerëzve, të cilët agjerojnë duke marrë parasysh shpalljen e të parit të tyre. Edhe për këtë çështje ka mendime të ndryshme të dietarëve, të cilat do të sqaroj. Atëherë kemi dy çështje, të cilat janë boshti i mosmarrveshjeve të cilat lindin në këtë çështje. Nuk duhet i përzim këto dy çështje me njëra tjetrën. Le të fillojmë me çështjen e parë. Në qoftë se shikohet hëna në një vend, a vlen shikimi edhe për vendet e tjera apo jo? Pra, po e dëgjojmë që çështja ka të bëjë me shikimin e hënës, dhe jo me gjëra të tjera, me llogari apo muhabete të tjera. Çështja është e lidhur me shikimin e hënës. Nëse shikohet hëna në një vend, a vlen shikimi për vendet e tjera apo nuk vlen? Për këtë dietarët kanë dhënë mendime të ndryshme dhe janë mendime të dietarëve të hershëm. Mendimi i parë është se nëse hëna shikohet, nëse njerëzit e një vendi shikojnë hënën, atëherë të gjitha vendet e tjera e kanë detyrë që ta agjerojnë. Ka thënë Ibn Qudama rahimahullahu taala në Mughni, i cili sjell mendimin e medhhebit të Imam Ahmed ibn Hanbelit rahimahullahu taala, pra mendimin e Imam Ahmedit. Ndonse Imam Ahmedi ka dhe mendime të tjera, por sjell këtë mendim dhe ky është mendimi më i njohur në medhhebin Hanbeli. Thot, idha ra'a al-hilal ahlu baladin lazima jami'u al-biladi as-sawm. Në qoftë se banorët e një vendi shohin hënën, pra nëse në bazë të shikimit të hënës shpallet Ramazanin në një vend, atëherë të gjitha vendet e tjera e kanë detyrë të agjerojnë. Ka thënë të gjitha vendet. Dhe nuk ka thënë njerëzit që janë afër atij vendi, apo njerëzit që janë vetëm të atij shteti, apo që janë në rrethinat të atij vendi, por ka thënë pa kufizim. Të gjithë vendet e kanë detyrë që të agjerojnë. Ky është mendimi pra i medhhebit Hanbeli. Ky është dhe mendimi i Lejth ibn Saadit, ky ka qenë një dietar i kohës Imam Malikut rahimahullahu taala. Ky është edhe mendimi i disave prej dietarëve të medhhebit Shafi'i. Ky është edhe mendimi i disave prej medhhebit El Hanafi. Ajsa disa kanë thënë se ky është mendimi i shumicës së dietarëve. Pra nëse shikohet hëna në një vend, kjo vlen për të gjitha vendet e tjera. Kush janë argumentet e këtij mendimi? Argumenti i parë është ajeti i Kuranit femen shahida minkum shahra falyasum. Kush merr vesh për jush, kush shikon për jush apo merr vesh hyrjen e muajit Ramazanit, le ta agjerojë atë. Kush dëshmon muajin e Ramazanit, le ta agjerojë atë. Pra merr vesh shpalljen e muajit Ramazanit, merr vesh që ka hyrë Ramazani, le ta agjerojë atë. Përderisa atëherë banorët e kujdo vendi qofshin kanë marrë vesh se në një vend është parë hëna, atëherë u del detyrë që ta shpallin Ramazan dhe ta agjerojnë Ramazanin.
Sepse ata kanë marrë vesh që ka hyrë Ramazani. Është parë hana në një vend, atëherë duhet ta agjërojnë, sepse Allahu i Lartësuar thotë kush dëshmon për ju muajin e Ramazanit, pra informohet apo merr vesh që është shpall Ramazan, ai duhet ta agjërojnë. Pra ajeti i Kuranit thotë se kush merr vesh për muajin e Ramazanit duhet që ta agjërojnë ata. Dhe përderisa banorët e një vendi marrin vesh se në një vend tjetër është shpallur Ramazan, është parë hana, atëherë edhe këta duhet që të shpallin Ramazanin. Autoriteti i këtij vendi duhet të shpallë Ramazanin dhe ata e kanë detyrë që ta agjërojnë. Argumenti i dytë është thënia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur i ka thënë një beduin: Allahu amaraka an tasuma hadha ash-shahra min as-sana? Allahu lartësuar të ka urdhëruar që ta agjërosh këtë muaj prej vitit, domethënë muajin e Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha po. Në një hadith tjetër përmendet se një beduin i thot Muhamedit sallallahu alajhi wasallam: "Madha farada Allahu alayya min as-sawm?" Çfarë më ka bërë detyrë Allahu lartësuar prej agjërimit? Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i tha shahr Ramazan. I tha të ka bërë detyrë të agjërosh muajin e Ramazanit. Muslimanët unanimisht besojnë se është detyrë agjërimi i muajit Ramazanit. Përderisa është vërtetuar se X dita e Ramazanit, një ditë është për Ramazanit, me dëshminë e njerëzve të besueshëm, pra është në një vend njerëzit dëshmitarë të besueshëm e kanë parë Ramazanin, atëherë kjo ditë është për Ramazanit. Atëherë kanë detyrë të gjithë muslimanët që ta agjërojnë atë. Se muaji i Ramazanit është ndërmjet dy hanëve. Shikohet hana në fillimin e muajit, pastaj shikohet hana në fundin e muajit. Përderisa është parë në fillimin e muajit dhe në fundin e muajit, muslimanët e kanë detyrë që ta agjërojnë. Argumenti tjetër. Pra këtu Ibn Qudame do të sjellë si argument ixhma'in, që përderisa muslimanët janë të një mendje që agjërimi i muajit Ramazanit është detyrë, dhe në një vend është parë hana, me dëshminë e njerëzve të besueshëm, atëherë kanë detyrë edhe të tjerë që ta agjërojnë. Argumenti tjetër është hadithi që transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma alaykum fa akmilu 'iddat ash-sha'ban 30. Agjëroni kur të shikoni hanën dhe prisheni agjërimin kur të shikoni hanën. Në qoftë se nuk arrini ta shikoni hanën për shkak të reve, atëherë plotësoni Shabanin 30 ditë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dhënë një urdhër drejtuar ummetit, pa kufizim. Ka thënë agjëroni kur shikohet hana. Pra në qoftë se shikohet hana, muslimanët e kanë detyrë që ta agjërojnë. Dhe nuk ka bërë kufizim të thotë që nëse shikohet në një vend dhe nuk shikohet në një vend tjetër, do ta agjërojnë ata të cilët e kanë parë dhe jo ata të cilët nuk e kanë parë. Ata që nuk e kanë parë do të plotësojnë 30 ditë. Nuk ka thënë kështu. Po ka thënë agjëroni kur shikohet hana. Dhe përderisa është parë në një vend dhe të tjerët e kanë marrë vesh se në atë vend është parë hana, u del detyrë të tjerëve që ta agjërojnë, sepse është parë muaj hana Ramazanit. Dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë agjëroni kur shikohet hana Ramazanit. Prisheni agjërimin kur shikohet hana. Pra urdhri i përfshin të gjithë. Si vendin ku është parë hana dhe atje ku nuk është parë hana. Dhe përderisa njerëzit e kanë marrë vesh që është parë hana diku, u del detyrë që të bashkohen atyre dhe të agjërojnë Ramazanin. Hadithi është i qartë, është në Sahihun e Buhariut dhe të Muslimit. Ky është mendimi i parë për vëllezër, të cilin e sjell Ibn Qudame në Mughni nga Medhebi Hambeli, i cili thotë se shikimi i një vendi vlen dhe për vendet e tjera. Po e citoj siç thotë Ibn Qudame: në qoftë se njerëzit e një vendi shohin hanën, atëherë është detyrë për të gjitha vendet. Nuk ka thënë vetëm për vendin rreth tyre, apo vendet të cilat janë në një paralele me ta, por ka thënë për të gjitha vendet do del detyrë që ta agjërojnë. Ky siç thash, është edhe mendimi i Leith ibn Sa'dit, i cili ka qenë në kohën e Imam Malikut,
dhe mendimi i disave prej dietarëve të mëdhëvit e Shafi'i. Këto ishin argumentet e tyre. Tani përmendim qëndrimin e dytë të dietarëve. Qëndrimi i dytë i dietarëve është se shikimi vlen për vendin ku është parë hana dhe për vendet e tjera të cilët përputhen me të në shfaqjen e hënës. Do më thënë në vendet që janë në një paralele me ta. Sipas këtyre, për ta shpjeguar këtë mendim, për shembull në qoftë se shikohet hëna në Arabinë Saudite, atëherë vendet të cilët janë paralel me Arabinë Saudite, u del detyrë që ta agjërojnë muajin e Ramazanit. Vendet të cilat përputhen në shfaqjen e hënës me Arabinë Saudite. Për shembull, nëse shikohet hëna në Arabinë Saudite, atëherë detyrimisht në Egjipt, ose për shembull shikohen lindjet e Arabisë Saudite, atëherë në perëndim të Arabisë Saudite do të shihet detyrimisht. Nëse shikohet në Arabinë Saudite, në Egjipt, në Sudan, në Marok, e kështu me radhë vendet që janë më në perëndim të tokës, do të shikohet hëna. Sepse dihet që hëna vjen nga perëndimi në lindje, ndryshe nga dielli, planetet dhe yjet të cilat vijnë nga lindja në perëndim. Dhe përderisa hëna vjen nga perëndimi në lindje, atëherë mundësia e shikimit të saj në perëndim është më e madhe se sa e shikimit të saj në lindje. Dietarët kanë përmendur se kjo është vërtetuar edhe në kohën tonë, kjo shikohet dhe me sy, por këto e kanë përmendur dhe dietarët e hershëm, dhe ndër dietarët që e ka sqaruar gjerë dhe gjatë për çështje është Ibn Taymija rahimahullahu taala në vëllimin e 25 me Xhmu'ul Fetawa, në cilën flet për hënën, flet gjërësisht për agjërimin. Pra dietarët kanë përmendur se sa më në perëndim të jetë hëna, aq më e madhe është mundësia e shikimit të saj. Për shkak se distanca dhe largësia ndërmjet diellit dhe hënës bëhet më e madhe. Drita e hënës bëhet më e madhe dhe mundësia për shikimin e saj është më e madhe. Pra, duhet keni parasysh se hëna vjen nga perëndimi në lindje. Dhe duke qenë se hëna vjen nga perëndimi në lindje, njerëzit që e shikojnë në lindje hënën, ndoshta, domethënë njerëzit që përpiqen të shikojnë hënën në lindje, ndoshta hëna mund të jetë shumë afër diellit. Dhe hëna është shumë afër diellit, shkëlqimi i diellit bllokon shikimin e hënës dhe ata nuk arrin ta shikojnë. Ndërsa ata të cilët janë në perëndim, ndoshta mund të arrijnë që ta shikojnë. Sepse diferenca ndërmjet hënës, se hëna lind edhe pastaj fillon e rritet, fillon dhe distancohet e largohet nga dielli. Dhe distanca e hënës nga dielli në perëndim mund bëhet më e madhe. Drita e saj bëhet më e madhe dhe përpasoj njerëzit arrin që ta shohin hënën. Kështu që mund të ndodhë që në lindje të mos shikohet hëna, flas për lindje, domethënë Arabinë Saudite, vendet më në lindje të Arabisë Saudite, siç është Pakistani, Indonezia e kështu me radhë, ndërsa në perëndim siç është Egjipti, Sudani, flas për perëndimin e Arabisë Saudite, Egjiptin, Sudanin, Marokun e tjerë mund të shikohet hëna. Po kështu, në qoftë se hëna shikohet në Arabinë Saudite, atëherë kjo hënë detyrimisht ka lindur, është shfaqur në perëndim. Edhe në qoftë se njerëzit në perëndim nuk kanë arritur që ta shikojnë. Prandaj këto njerëz kanë thënë, në qoftë se vendet e tjera, pra shikimi një vendi vlen dhe për vendet e tjera të cilat përputhen me të në shfaqjen e hënës, dhe jo për vendet të cilat nuk përputhen me të në shfaqjen e hënës. Por këtu kemi dy probleme në lidhje me këtë mendim. Problemi i parë është se siç e përmenda edhe pak më parë, mundet që në lindje të një vendi të mos shikohet hëna, kurse në perëndimin e tij të shikohet hëna.
Pra kjo është çështje relative, nuk është absolute. Për shembull, në lindjet e Arabisë Saudite mund të mos shihet hana, sepse siç e përmenda edhe pak më parë, mundet që në lindjet e Arabisë Saudite diferenca ndërmjet hanës dhe diellit jetë shumë e vogël. Sepse ka shumë pak koha që, domethënë, ka ndodh lindja e hanës. Dhe për këtë arsye, hana atje nuk mund shikohet, ndërsa në perëndim të Arabisë Saudite mund shikohet. Po kështu mund të themi në perëndim për shembull në Arabinë Saudite, në perëndim të Arabisë Saudite siç është Tebuku apo Medinia, mund mos shikohet hana, ndërsa në Egjipt mund shikohet. Për shkak se ndryshon. Ose për shembull në Arabinë Saudite mund shikohet hana, ndërsa në Bahrein që është pak më në lindje mund mos shikohet. Pra, nëse do të merret për bazë ky mendim, ndryshimi mund të ndodhë dhe në një vend. Në Mekë për shembull nuk shikohet hana, në Medinë shikohet, se Meka është pak më në lindje se sa Medinja. Problemi tjetër është, domethënë çështja tjetër që duhet vërehet në lidhje me këtë çështje është edhe kjo për sa i përket paraleleve. Po të marrim edhe meridianet, domethënë mundet që të shikohet hana në vendet që janë paralel me Arabinë Saudite për sa i përket perëndimit. Por vendet që janë më në veri mund të mos shikohet hana. Për shembull mund shikohet hana në vendet që janë, domethënë në të njëjtën, mund të themi në të njëjtin meridian me ne. Siç janë për shembull vendet të cilat bien në të njëjtin meridian me ne, mund të jenë, domethënë Maroku e kështu me radhë. Por pra atje mund shikohet kurse këtu që ne ndoshta nuk mund të shikohet hana. Për shkak se dhe pozicioni gjeografik ku jemi ne bën që të mos shikohet hana. Pra këto janë disa nga këto probleme të cilat i lindin këtij mendimi. Pra nëse do të merrej për bazë ky mendim, do të lindin probleme dhe mes të njëjtit vend. Pra mund thuhet se brenda Arabisë Saudite ndryshon shfaqja e hanës. Jo, mos ndërprer në fund inshallah, në fund. Më në fund. Do të kenë një përgjigje tash. Në fund inshallah. Në fund inshallah, më në fund. Brenda Arabisë Saudite pra mund të lind ky problem. Në perëndim të Arabisë Saudite për shembull mund shikohet hana, kurse në lindje mund të jetë e pamundur që shikohet. As nuk është parë tash e pamundur, se për shembull në lindje të Arabisë Saudite hana perëndon njerësh me diellin. Dhe nëse hana perëndon njerësh me diellin është e pamundur të shikohet. Ndërsa në perëndim të Arabisë Saudite diferenca është më e madhe dhe mund shikohet. Në Egjipt akoma më shumë. Pra nëse do të merrej për bazë ky mendim, i bie që në lindjet e Arabisë Saudite mos agjerohet, ndërsa në perëndim të Arabisë Saudite të agjerohet. Ky ishte qëndrimi i dytë. E njëjta gjë domethënë mund thuhet në Arabinë Saudite për shkak mund të agjerohet se është më në perëndim për sa i përket Bahreinit, ndërsa në Bahrein mos agjerohet. Po sikur të bëhet khilafet dhe mlidhen vendet arabe në një vend, mlidhen një shtet. Si do ta bëjnë xhalifja muslimanëve? Në qoftë se do të marr për bazë mendimin e parë, mirret vesh që është parë hana në një vend e shpall për gjitha vendet tjera. E nëse do të marr për bazë këtë mendim, atëherë do ta lënë çdo qytet në vete. Por do të ketë probleme përsëri në ndarjen e qyteteve, se s'mund thuash domethënë që qyteti që ka kufirin këtu do ta agjërojnë me ata të cilët e kanë parë. Ndërsa qyteti që ndryshon domethënë vetëm 10 metra apo 1 kilometër që është kufiri i qytetit tjetër, këta nuk do ta agjërojnë. Pse? Sepse këta i përfshin qyteti ku nuk shihet hana. Pra kjo krijon probleme. Dhe Ibn Taymija rahimahullahu taala, siç do ta përmendim pak më vonë inshallah taala, përmend se gjitha mendimet që janë sjellë lidhur me këtë çështje kanë probleme përveç një mendimi i cili merr parasysh se shikimi i hënës vlen për vendet e tjera, por me kusht që të arrijë haberi i shikimit të hënës. Vetëm ky mendim nuk has probleme, ndërsa mendimet e tjera po të vërehen të gjitha, për të gjithave lindin gjëra të cilat janë të pashmangshme dhe janë të pavlefshme. Kalojmë tek qëndrimi i tretë i dietarëve në lidhje me këtë çështje.
Kanë thënë, dhe këto janë dietarët e mëdhëbit Shafi, kanë thënë, shikimi një vendi vlen për vendet që janë rreth tij deri në distancën ku mund shkurtohet namazi, dhe jo për vendet e tjera. Distanca ku mund shkurtohet namazi është 80 kilometra sipas mëdhëbit Shafi'i, ndërsa sipas mendimit më të saktë nuk ka ndonjë distancë caktuar, sipas traditës njerëzve dhe përgatitjes njerëzit. Ashtu caktohet domethënë çështja e udhëtimit, se kur quhet njeriu musafir, kur nuk quhet musafir. Po nuk është kjo çështja jonë. Çështja për cilën po diskutojmë ne është se si shpallet muaji i Ramazanit. Ky është mendimi disa prej shafive, por edhe ky mendim nuk mund të jetë i pranueshëm i saktë, sepse i bie sipas këtij mendimi, se për shembull nëse për shembull shtëpiat e një qyteti apo një fshati apo të një zone të ndahen me metra, ndahen me 1 kilometër. Thon këtu përfundon 80 kilometrat, këta i përfshin dhe për këta e kanë detyrë ta agjirojnë, kurse këto tjerët që i ndan një kufi për shembull i caktuar, këta nuk e kanë detyrë ta agjirojnë. Domethënë kjo nuk shkon. Shikohet hëna në një vend, vlen shikimi për njerëzit e atij vendi apo të atij shteti që quhet iklim. Iklim në gjuhën arabe për shembull është Hijazi, është një iklim, Shami është një iklim, Iraku, Bagdadi për shembull një iklim, Misr, Egjipti, një iklim, El Maghrib ul Arabi, një iklim. Këto janë çështjet el aqalim, iklim, shtetet ose vendet. Kanë thënë, nëse shikohet në një vend, vlen për njerëzit e atij vendi, po jo për të tjerët. Edhe ky mendim është pothuajse si i pari që flet për që e cakton me distancën e shkurtimit të namazit, sepse e njëjta gjë i bie. Për shembull, sipas këtij mendimi i bie që njerëzit që janë në kufi me Egjiptin, për shembull, shikohet hana në Egjipt, vlen për gjithë egjiptianët, ndërsa për njerëzit e shtetit tjetër që janë kufi me Egjiptin nuk vleka. Edhe kjo nuk shkon me fjalë. Qëndrimi i pestë. Kanë thënë shikimi i hënës vlen për vendin ku është parë dhe vendet të cilët janë nga ana administrative nën këtë vend. Dihet që në kohën e khilafetit islam kishte domethënë administrata, wilajati quhen turqit ose turqit caktonin vali dhe mutasarrif. E ata cilët ishin nën komandën apo udhëheqjen dhe administratën e një valiu, sipas këtij qëndrimi, duhet që ta agjironin. Kurse ata cilët ishin pjesë e vilajeteve tjera, jo. Edhe ky mendim kuptohet se është si mendimi i katërt dhe mendimi i tretë. Mendimi i gjashtë. Nëse shikohet hëna, vlen vetëm për ata cilët e kanë parë në atë vend. Këtë mendim e ka sjellë Imam an-Nawawi rahimahullahu taala nga Ibn al-Mundhir, Ikrima, Al-Qasim, Salim, Ishaq ibn Rahawayh. Mendimi i shtatë. Në qoftë se thot mendimi i shtatë thot kështu. Në qoftë se shikohet hëna në një vend, shikimi vlen për gjithë hënët, të gjitha vendet e tjera të cilët bashkohen me të në një pjesë të natës. Pra në qoftë se shikohet hëna në Arabinë Saudite, gjitha vendet që vinë më në perëndim dhe që bashkohen me Arabinë Saudite në një pjesë të natës, se ka vende ku në Arabinë Saudite është natë, është krejt ditë, bashkohen në një pjesë të natës, për këta vlen shikimi, për të tjerët jo. Faktikisht për këtë mendim unë nuk kam gjetur se kush e ka thënë prej dietarëve të hershëm, po thjesht e kam gjetur në disa libra bashkohore dhe e kam përmendur thjesht si një mendim që është sjell, domethënë. Kush është mendimi më i saktë prej këtyre qëndrimeve? Mendimi më i saktë nga këto qëndrime është mendimi i parë. Sipas asaj që sqaruam, për shkak se argumentet janë mjaft të qarta. Është së pari ajeti i Kuranit, "Femen shahida minkum shahra falyasum." Kush dëshmon për jush muajin e Ramazanit, le ta agjirojë atë. Domethënë, në qoftë se merr vesh që ka hyrë muaji i Ramazanit, le ta agjirojë atë. Përderisa banorët e një vendi marrin vesh se është parë hëna, ata e kanë detyrë që ta agjirojnë. Dhe në qoftë se është parë në një vend tjetër hëna, atëherë njerëzit e vendeve tjera, nëse marrin vesh që është parë hëna, duhet të bashkohen atyre.
se kanë marrë vesh që ka hyrë muaji i Ramazanit. Argumenti tjetër është hadithi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Agjëroni për shikimin e hënës dhe prisheni agjërimin. Domethënë bëni fitër Bayram po për shikimin e hënës. Përderisa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë, agjëroni për shikimin e hënës dhe bëni fitër Bayram me shikimin e hënës, ku u drejtohet gjithë muslimanëve, kjo do të thotë se përderisa është parë hëna në një vend, vlen edhe për vendet e tjera. Por duhet kemi parasysh se ky qëndrim vlen për ata cilët marrin ky mendim, vlen për ata që marrin vesh se është parë hëna. Nëse në një vend është parë hëna, shikimi i këtij vendi vlen për vendet që e marrin vesh se aty është parë hëna. Jo për ata cilët nuk e marrin vesh se është parë hëna. Në të kaluarën, jo të gjitha vendet kishin mundësi të merrin vesh se është parë hëna. Nëse në kohën tonë është bërë e mundshme që pothuajse të gjitha vendet e botës ta marrin vesh se diku është parë hëna Ramazan, apo se diku është pallur Ramazanin në bazë të shikimit të hënës. Në të kaluarën kjo nuk ka qenë e mundshme. Mund shikoj hëna për shembull në Medine ose në Tebuk, apo në një vend tjetër, po në një qytet tjetër të Arabisë Saudite, dhe do lajmëroheshin njerëz që ishin aty rreth. Po nuk kishin mundësi që të lajmëronin njerëz të tjerë vetëm gjatë muajit. Atëherë çfarë do ndodhte? Sipas asaj që thotë Ibn Taymija rahimahullahu taala, shikimi vlen për ata që e kanë parë dhe për gjithë ata të tjerë të cilët kanë marrë vesh që është parë hëna. Deri aty ku arrin lajmi. Ka thënë Ibn Taymija, fadabit, ka thënë kriterin lidhur me këtë çështje, është mbi mbërritjen e lajmit. Për shkak se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë sumu li ru'yati, agjëroni për shikimin e hënës. Që do të thotë, ata që kanë parë hënën agjërojnë, dhe ata që kanë marrë vesh se është parë hëna agjërojnë. Nëse ata që nuk kanë marrë vesh, se kanë detyrë. Thotë Ibn Taymija, kështu, kush merr vesh që është parë hëna, është bërë detyrë në të drejtën e tij. Pa caktim distance, absolutisht thotë, pa caktuar asnjë farë distance. Min ghairi tahdidin bi mesafetin aslan. Dhe kjo thot përputhet me atë që ka thënë Ibn Abdul Barr. Do ta përmend pak më vonë inshallah taala se çfarë ka thënë Ibn Abdul Barr në lidhje me këtë çështje. Se kjo thot më të mia përputhet me atë që ka thënë Ibn Abdul Barr për faktin se dy anët e dy skajet e rruzullit toksor që banohen nga njerëzit nuk mund të arrijë lajmin e to vetëm pas kalimit të një muaji, kështu që kjo punë është e padobishme. Pra, Ibn Taymija do të thotë me këtë se nëse shikohet për shembull hëna diku, kjo nuk do të thotë se vlen për vendet që janë shumë larg prej atij vendi, sepse nuk u arrin lajmi. Por nëse u arrin lajmi, pa caktim distance, nuk u arrin lajmi thotë. Po nëse u arrin lajmi, kjo do të thotë që vlen për ta. Ndryshe thot nga vendet të cilave u arrin lajmi para se të kalojnë muaji. Se vendeve që u arrin lajmi para se të kalojnë muaji, këto thot nuk ka vlerë për ta. Nësa vendeve që u arrin lajmi para se të kalojnë muaji, këtu thot ka marrja në konsiderat thot është çështje që duhet parë. Fa innehu mahallul i'tibar. Pra, në qoftë se arrin lajmi thot në një vend, se në një vend tjetër është parë hëna para se të kalojnë muaji i Ramazanit, ky shikim merret në konsiderat. Dhe pikërisht për këtë diskutojnë dietarët. Ndërsa nëse lajmi në një vend arrin, për shembull është parë hëna në Khorasan, në Iran, dhe e marrin vesh banorët e Spanjës. Këto ishin vendet më të skajshme të vendeve islame në kohën e Ibn Abdul Barrit, rahimahullah. Normale që nga Khorasani për në Endelos duhej më shumë se një muaj. Kështu që ata do ta marrin vesh për shembull se në Khorasan kishte në Endelos ka hy muaji i Ramazanit, njerëzit e Khorasanit Tiranë do e mirën vesh mas një muaji. Kështu që për këtë nuk ka ndonjë dobi thot Ibn Taymija rahimahullah. Ndërsa për vendet ku mund të merret
vesh që është par hana brenda një muaji, këtu thot është ajo që merret në konsiderat. Do thot dikush për ju si mund të merret në konsiderat? Është një çështje. Se për shembull normale që në kohën e Ibn Taymiyes, në kohën e Ibn Abdul Barrit dhe më herët, edhe nëse hana shikohen në Sham apo në Egjipt, nuk mundej që në të njëjtën natë apo dhe në të nesërmen të merrej vesh në Arabinë Saudite. S'merrej vesh. Kështu që në qoftë se për shembull në Egjipt kanë agjëruar masi është plotësuar 29 e Shabanit, të nesërmen kanë pasur Ramazan, kurse në Arabinë Saudite për shembull kohën e Ibn Abdul Barrit, Ibn Taymiyes dhe më herët kanë agjëruar dhe kanë plotësuar 30 Shabanin, ata nuk mund ta merrin vesh për një natë apo në të nesërmen, por mund ta merrin vesh gjatë muajit. Mas 2-3 javësh mund ta merrin vesh. Tani a ka një mosmarrveshje lidhur me dietarët kur merret vesh 6 muajit? Po. Kanë thënë shumë dietar, për tyre dietarët me thebit Hanbeli, dietarët me thebit Maliki, është një mendim i Malikut rahimullah, do ta përmend këtë çështje më vonë, që vendet ku merret vesh shikimi i hënës gjatë muajit e kanë detyrë që ta bëjnë kaza ditën e parë të Ramazanit, që nuk e kanë marrë vesh se është agjëruar Ramazani. Dhe pikërisht kësaj çështje referohet ixhmai që sjell Ibn Abdul Barr në lidhje me këtë çështje. Por Ibn Taymija domthonë ka sqaruar më pas se qëndrimi apo mendimi se kanë detyrë ata të cilët nuk kanë pas marrë vesh se është par hana në ditën e parë që ta bëjnë kaza ditë, ky mendim nuk është i saktë. Sepse ka ndodhur në kohën e sahabeve që të jetë par hana në një vend dhe mos të par në vendet e tjera. Siç është hadithi Abdullah ibn Abbas që do ta përmendim pak më pas inshallah taala. E megjithatë nuk kanë urdhëruar njerëzit që ta bëjnë kaza ditën e parë, sepse është parë në një vend tjetër hana dhe nuk është parë në vendin e tyre. Dhe kjo është ajo për cilën flet Ibn Taymija kur thotë kjo është, domethënë, nëse shikohet, nëse merret vesh që është parë hana pas një muaji, kjo nuk ka dobi. Pra kjo i referohet kësaj çështje së kazas së ditës parë të Ramazanit për shkak të shikimit të hënës në një vend tjetër. Kështu thotë Ibn Taymija, pra në vazhdim të fjalës së tij thotë kështu. Mendo thellë thotë këtë çështje. 4 çështje janë. E para obligueshmëria e agjërimit thotë. E dyta obligueshmëria që të fillosh agjërimin. Për shembull, merret vesh gjatë natës që është parë hana, është parë në një vend tjetër hana, thotë, është detyrë më agjëru. Se e ke marrë vesh. E dyta, merr vesh gjatë ditës, nuk e marr vesh natën, po e merr vesh ditën e cila do të ishte ditë e dyshim, po të mos merrej vesh që është pa hana. E merr vesh. Për shembull, e merr vesh mes ditës. Duhet që menjëherë të heqësh dorë nga gjërat që prishin agjërimin dhe vazhdosh agjërimin. Çështja e tretë është obligueshmëria e kazas. Të bësh kazat të zëvendësosh ditën e parë. Ka dietar, pse thotë Ibn Taymija se ka dietar që thonë se nëse merr vesh gjatë muajit Ramazanit, se diku është parë hana, se ka marrë vesh domethënë ditën e parë, por ke parë vesh gjatë Ramazanit. E ke detyrë ta zëvendësosh atë ditë, kështu thonë disa dietar. Pavarësisht se ky mendim nuk është i saktë. Dhe çështja tjetër që ka të bëjë thotë me shikimin e vendeve tjera është a merret për bazë për çështjen e Baramit shikimin e vendet e tjera? Po marrim parasysh shekujt e kaluar, kohën e Ibn Taymijës apo Ibn Abdul Barrit, Allahu i mëshiroft. Diku në një vend shikoi hana. Nga gjysma e Ramazanit merrej vesh në vendin tjetër se është pa hana më herët, një ditë më përpara në vendin tjetër. Fitr Baramin këta do ta bëjnë në bazë të fillimit të tyre të Ramazanit apo në bazë të shikimit në vendin tjetër? Kjo është çështje tjetër edhe për këtë ka mosmarrveshje mes dietarëve. Pavarësisht se si do ta përmendim pak më pas inshallah taala, bazuar në hadithin e Ibn Abbasit, ata nuk do të marrin parasysh për mbylljen e Ramazanit shikimin që kanë bërë të tjerët në fillimin e Ramazanit. Do të ecin me atë që kanë filluar Ramazanin. Ashtu do ta mbyllin Ramazanin. Atëherë në lidhje me mendimin e parë, mendimi i parë siç e tham, domethënë shikimi i hënës në një vend vlen dhe me vendin dhe për vende të tjera, por duhet bërë kufizimi që përmend Ibn Taymija me kush që njerëzve të arrijë lajmi. Nëse arrin lajmi, atëherë gjitha vendet kanë detyrë që të agjërojnë.
Por këtu mund bëhet një kundërshtim. Të thuhet për shembull se vërtet shikimi i hënës vlen për vende të tjera, nëse shikohet në janë të vlen për vende të tjera, aty ku ka arritur lajmi, sikur se thotë në Temia, por në kohën e tyre lajmi çohej me njerëz, çohej një korrier dhe çonte lajmin. Edhe do të përfshinte një hapësirë të kufizuar. Mbërritja e lajmit. Ndërsa në kohën tonë, lajmi mund të arrijë gjithë rrozullin toksor. Dhe këto mjete informacioni nuk ishin në kohën e tyre. Prandaj mund thuhet, ne e marrim parasysh që shikimi i një vendi vlen dhe për vendet e tjera, që janë rreth atij vendi, por ama vendet që mund të merret vesh lajmi me korrier. Apo me një kalë të shpejtë, siç kanë qenë mjetet në të kalumen. Ndërsa mjetet e kohës duhet të kenë ndikim në këtë çështje. Pse? A kanë ekzistuar këto mjete në kohën e pejgamberit, në kohën e sahabeve dhe kështu me radhë? Ndukje, ky mund të paraqitet si një arsyetim i pranueshëm. Por faktikisht nuk qëndron. Sepse mjetet të tilla nuk kanë ndikim në rregullat e shariatit. Për shembull, në të kaluarën, burri mund t'i çonte korrier gruas dhe t'i thoshte: "Je talik, je divorcume." Sot e merr telefon, e thotë je talik. A do thotë kjo domethënë se me marrin telefon nuk bëhet talik gruaja? S'ka vlerë kjo. Në kohën e Ibrahimit alayhis salatu wassalam, Ibrahimi alayhis salam, siç përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith, është bën sunet bil qaddum me sopat. Në kohën e Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bëheshin me thik ose me gjëra domethënë që ishin mjaft trasha. Sot përdoren mjete të tjera për të bën sunet. Mjetet nuk kanë të bëjnë me fjalë. Përderisa, domethënë sepse mjetet janë gjëra që ndryshojnë me kalimin e kohëve dhe të vendeve. Përderisa merret vesh me çfarë do lloj mjeti qoftë, njerëzit e kanë detyrë që ta agjërojnë. E kanë detyrë që të shpallin muajin e Ramazanit. Dhe nuk mund thuhet se për këtë çështje vlen vetëm mjetet që kanë qenë në atë kohë. Mjetet nuk kanë ndikim në ndryshimin e rregullave të shariatit. Dhe kjo është mjaft e qartë. Një çështje tjetër që mund sillet si kundërshtim për këtë çështje. Nëse do të merret parasysh ky qëndrim, do të kemi parasysh që do të agjërojmë vende ku në mënyrë të sigurt nuk lind hana. Për shembull, vërtet në Arabinë Saudite dhe vendet që janë në një paralele me të, mund shikohet hana, që janë në një paralele me të në perëndim të saj. Po për shembull në Iran ose në Pakistan, sigur nuk mund shikohet për shembull, sepse hana perëndon para diellit. Pra mund ndodh kjo që në Pakistan dhe në Iran të perëndoj hana para diellit, ndërsa në Egjipt ose në perëndim të Arabisë Saudite të perëndoj pak pas perëndimit të diellit. Ose për shembull, mund të ndodh që në Arabinë Saudite dhe vendet që janë në një paralele me të, më në perëndim të Arabisë Saudite shikohet hana. Por në vendet tjera, të cilët janë domethënë në paralele 40 gradë, siç është vendi jonë për shembull, mund të mos shihet hana. Atëherë si me dhënë përgjigje këtij problemi? Përgjigjja është se shariati argumentet i ka sjellë të përgjithshme. Nëse shikohet hana, shikimi vlen dhe për vendet e tjera. Dhe njerëzve të cilët u ka folur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kanë qenë shumë të thjeshtë. Dhe nuk janë përmendur komplikacione të tilla. Përderisa shikohet hana në një vend dhe merret vesh në vende të tjera, ata e kanë detyrë që ta agjërojnë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë agjëroni për shikimin e hanës. Dhe nuk ka marrë parasysh as se ky vend është në një paralele me atë vend, përputhet në shfaqjen e hënës me atë vend apo nuk përputhet. Pastaj siç e përmenda edhe pak më parë. Ky problem, nëse do të merret parasysh, lind edhe për vendet për banorët e një shteti.
Mund të ndodhë që në lindjet e Arabisë Saudite shikimi i hënës të jetë i pamundur. Sepse hëna perëndon në të njëjtën kohë me diellin. Dhe nëse është kështu nuk mund të shikohet hëna. Ndërsa në perëndim të Arabisë Saudite, si në Tebuk, për shembull, mund shikohet hëna, sepse diferenca bëhet më e madhe. Hëna perëndon disa minuta pas perëndimit të diellit dhe mund shikohet. Për të mos fol pastaj për Egjiptin, që mund shikohet në Egjipt dhe mund të mos shikohet në Arabi Saudite, edhe pse janë në të njëjtën paralele. Atëherë mund të themi domethënë se për shembull një shtet si Arabia Saudite u thot banorëve të një qyteti ju agjironi, qyteti tjetër jo, sepse këtu ndryshon shfaqja e hënës. Ky është një mendim i dietarëve, thamë, kupton. Ka edhe mendim që i thotë, kupton, halifja mund të thotë qyteti ku kanë parë hënë ta agjirojnë, qyteti tjetër të mos agjirojnë. Është një mendim. Ky. Por faktikisht ky bie ndesh me argumentet që përmendëm. Argumentet janë të përgjithshme dhe duhen marrë në tërësinë e tyre. Një kundërshtim tjetër që mund t'i bëhet ti mendimi. Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala ka sjellë një ixhma në El-Istidhkar. Edhe unë do ta lexoj tekstin e Ibn Abdul Barrit rahimahullahu taala për të parë se çfarë thot Ibn Abdul Barr në lidhje me këtë çështje. Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala po e përmend shkurt dhe pastaj do ta lexoj tekstin e tij. Thot dietarët kanë ixhma, domethënë kanë rënë të gjithë dakord se nuk merret parasysh shikimi nëse largësia është si nga Horasani deri në Endelos. Shikimi nga Horasani deri në Endelos është shumë i madh, domethënë mund të themi se nga Horasani deri në Endelos është më e madh se distanca Arabisë Saudite Shqipëri. Është më i madh, domethënë. Horasani tani është në Iran, Endelosi është në Spanjë dhe domethënë kjo është një distancë shumë e gjatë. Dhe ka thënë dietarët kanë rënë dakord që nëse distanca është kaq e largët, edhe nuk merret parasysh shikimi. Po çfarë ka patur parasysh Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala lidhur me këtë ixhma? Do ta sqarojmë tani inshallah ta'ala dhe do të përmend tekstet e Ibn Taymiyes i cili shpjegon këtë ixhma të Ibn Abdul Barrit. Në Istidhkar Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala thotë kështu. Dietarët janë mosmarrveshje në lidhje me gjykimin e shikimit të hënës Ramazanit dhe të Shivalit. Nëse shikojnë banorët e një vendi. Nëse disa e marrin vesh se banorët e një vendi kanë parë hënën. A duhet që banorët e vendeve tjera ta bëjnë kaza atë ditë? Se ata nuk e marrin vesh për shembull se kur është pa hëna. Flasim për kohën e Ibn Abdul Barrit, se sot njerëzit e marrin vesh që ka filluar muaji Ramazan, për kohën e tij. Ka thënë Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala se banorët e atij vendi sipas një mendimi ka thënë e kanë detyrë që ta bëjnë kaza. Ky është thot një mendim. Ky është mendimi i Malikut, të cilin ka transmetuar vetë Ibn al-Qasim. Në mendimin tjetër është që nuk merret parasysh ai shikim. Pra sipas kësaj që tregon Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala këtu është se në qoftë se shikohet hëna në një vend dhe banorët e një vendi tjetër marrin vesh për shembull gjatë muajit se është parë hëna në atë vend, një mendim është thotë që kanë detyrë ta bëjnë kaza atë ditë. Mendimi tjetër është që nuk bëhet kaza. Pastaj Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala thotë kështu. Ka përmendur hadithin e Kurajbit nga Abdullah ibn Abbas dhe këtë hadith do ta përmend pak më pas inshallah ta'ala. Ka thënë kanë rënë dakord gjithë dietarët se nuk merret parasysh shikimi në vende që janë në largësi të mëdha, siç është Endelos dhe Khorasan. Se çdo vend ka shikimin e vet. Përveç vendeve, përveç thot kur është fjala për një vend, një qytet të madh, apo vende të cilët janë afër njëri tjetrit. Thot kështu, por për
Çfarë ka qëllim Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala me këtë ixhma? Këtë na e ka sqaruar Ibn Taymija rahimahullahu taala. Ka thënë dhe kjo thot përputhet me atë që ka thënë Ibn Abdul Barr. Pra, që nuk merret parasysh distanca thot. Fare, s'ka të bëj distanca. Por ku shikohet hana dhe merret vesh se është par hana, e kanë detyrë që ta agjërojnë. Ndërsa nëse nuk ka marrë vesh që është shikuar hana, këta nuk e kanë detyrë agjërimin. Atëherë, sipas kësaj që shpjegon Ibn Taymija rahimahullahu taala, Ibn Abdul Barr i referohet çështjes së qazas. Në qoftë se njerëzit nuk e kanë marrë vesh se është par hana në fillim të Ramazanit, e marrin vesh gjatë muajit. Thot Ibn Abdul Barr, nëse e marrin vesh qoftë edhe ditën e fundit të Ramazanit, ky është kuptimi i fjalës së tij, atëherë sipas disa dietarëve duhet që ta bëjnë kaza atë ditë. Disa thonë që jo. Nëse e marrin vesh pas Ramazanit, se nga që distanca shumë e largë, siç është Khorasani dhe Endelusi, atëherë nuk kanë detyrë ta bëjnë kaza atë ditë sipas gjithë dietarëve. Ky ixhma i referohet kësaj çështje. Po ja, se tani do e mbyllim. Dhe nuk ka të bëjnë me fjalë me rastin kur shikohet hana në një vend dhe merret vesh në një vend tjetër se është par hana. Merret vesh në të njëjtën ditë apo në të njëjtën natë. Prandaj Ibn Taymija rahimullahu taala thot kështu pak më pas. Nga gjithë kjo që sqaruam, thot del se kushdo që merr vesh se është par hana, në kohën në të cilën kryhet ibadeti, nëpërmjet atij shikimi, për kryet ibadeti i agjërimit, i fitrit, i Kurban Bayramit, e ka detyrë që ta marrë parasysh thotë pa diskutim. Argumentet dhe gjurmët që vinë nga selefët e këtij ummeti thotë dëshmojnë për këtë. Për shembull, është par hana në Arabi Saudite, kudo që e marrin vesh është par hana, thotë këto e kanë detyrë. Tekstet dhe gjurmët e selefëve tregojnë për këtë thotë, ndërsa ata të cilët e kanë caktuar distancën me aq sa shkurtohet namazi, apo një shtet po dhe një shtet jo, janë kundërshtim me logjikën thotë dhe me shariatin. Ndërsa ata të cilët nuk e kanë marrë vesh thotë, vetëm mbasi ka kaluar koha e kryerjes së ibadetit, domethënë ka kaluar dita e parë e Ramazanit, dhe domethënë gjë e cila nuk mund të kryhet më thotë siç është Bayrami, që është kryer thotë, apo Kurban Bayrami, kjo nuk ka ndikim thotë. Dhe pikërisht për këtë bën fjalë i xhmai që ka sjell Ibn Abdul Barr. Unë po citoj fjalët e Ibn Taymijës rahimahullahu taala. Po e mbyll këtu fjalën e Ibn Taymijës rahimahullahu taala. Tani më qenë se ka ardhur koha për thirrjen e ezanit, nuk kam përsëritur disa çështje. Kush dëshiron le të qëndrojnë pas namazit, inshallah taala, direkt pas farzeve, unë do të sqaroj edhe çështjet e tjera të cilat kanë mbetur. Dietarët janë të gjithë të një mendimi, që nëse merret vesh shikimi hanës pas një kohe të gjatë, që është par hëna në një vend të largët, kjo nuk merret parasysh. Dhe largësia sipas tij është përmend nga Khorasani deri në Endelos. Nuk merret parasysh për të bërë kaza ditën e parë. Ka për qëllim Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala. Dhe kjo nuk ka të bëjë me rastin kur shikohet hëna në një vend dhe përhapet lajmi në vende të tjera. Kudo që arrin lajmi, ata e kanë detyrë. Por fjala, sipas asaj që thot Ibn Abdul Barr, është, sipas asaj që shpjegon Ibn Taymija, është për ata të cilët marrin vesh gjatë mas Ramazanit, nga që është një largësi shumë e madhe, se ka filluar Ramazani, për shembull në Endelos, e marrin vesh Khorasan se ka filluar në Endelos, domethënë një ditë më përpara. Këto nga që e marrin vesh pas Ramazanit, thot nuk ka mosmarrveshje mes dietarëve se duhet ta bëjnë kaza ditë. Pra ky ixhma, sipas asaj që shpjegon Ibn Taymija rahimahullahu taala, nuk ka të bëjnë me ata të cilët marrin vesh kudo qofshin pa filluar dita e parë e Ramazanit apo në ditën e parë të Ramazanit se është par hana.
Këta gjithë kanë detyrë të agjërojnë. Dhe mjetet e përcjelljes lajmit nuk janë tauqifie. Do të thonë nuk janë caktuar në shariat. Me çfarë do lloj forme që të përhapet lajmi, ajo vlen. Po zëm se ixhmai Ibn Abdul Barri është i saktë. Se Ibn Abdul Barri ka thënë që vendet që janë, domethënë në largësi sa Khorasani dhe Endelusi, nuk vlen shikimi një vendi për tjetrin. Nëse largësia mes vendeve është më e vogël se Endelusi dhe Khorasani, atëherë vlen shikimi për ta. Po kjo është një ixhma që ka pretenduar Ibn Abdul Barri, bie ndesh me atë që ka thënë Ibn Qudama. Ibn Qudama rahimullahu taala thotë se mendimi me mëdhëbit Hanbelia është se nëse shikohet hana në një vend, vlen për gjitha vendet e tjera, ka thënë për gjitha. Nuk ka thënë për një vend, as për vendet e afër, ka thënë për gjitha. Dhe kjo është e qartë. E dyta, shpesh herë është pretenduar ixhmai dhe nuk është i saktë. Kështu që sa herë që thuhet në librat e fiqhut se ka ixhma për filon çështje, X çështje, nuk do të merret parasysh vetëm në qoftë se ajo nuk bie ndesh me Kur'anin dhe Sunetin. Nëse një mendim bie ndesh me Kur'anin dhe Sunetin, ai nuk merret parasysh, qoftë edhe nëse dikush thotë se për të ka ixhma. Po jap një rast konkret. Imam Nevawi rahimahullahu taala ka thënë se kush le një namaz farz pa arsye, derisa kalon koha, e ka të detyrë që ta bëjnë kaza. Ka thënë dhe ky është ixhma i dietarëve. Ndërkohë që nuk ka ixhma për këtë çështje. Jo vetëm që nuk ka ixhma, po mendimi më i saktë është që kush le një namaz pa arsye derisa i del koha, ai nuk mund ta bëjnë kaza më ato. Nuk shlyhet më. Ai duhet bëjnë tobe, të falë sa më shumë namaz nafile, por kaza nuk bëhet më. Ibn Hazm rahimullahu taala ka sjellë qendrimet selefi për këtë çështje kështu me radhë. Pra shikoni, është pretenduar ixhmai për një çështje nuk është e saktë. Sa raste ka? El-Qurtubi në tefsirin e tij pretendon se ka ixhma që toka është e sheshtë, është musattaha. Ndërkohë që jo vetëm që nuk ka ixhma, po Ibn Taymija pretendon në kundërtën, që ixhma i selefëve është se toka është rrumbullakët. Pra shpesh herë është pretenduar ixhma për gjëra që nuk janë të sakta. Pra nuk duhet të merrohet muslimani kur gjon se ka ixhma për një çështje. Shpesh herë është pretenduar ixhma dhe janë kundërshtuar me të argumentet e Kuranit dhe Sunetit. Ka ndodhur domethënë që i vjen hadithi dikujt, nuk gjen përgjigje për to, thotë ka ixhma në kundërshtim me ta. Megjithëse unë e shpjegova se çfarë domethënë ka ixhma i Abdul Barrit. E ka shpjeguar Ibn Taymija, Ibn Taymija është një ndër dietarët që jep më mirë mosmarrveshjet e dietarëve. I njeh hollësisht. Dhe ka thënë këtë kuptim ka ixhma që sjell Ibn Abdul Barri. Përgjigjja e tretë për ixhmain e Abdul Barrit. Po e zëm se gjitha qëndrojnë. Po largësia ndërmjet nesh dhe ndërmjet disa vendeve arabe është më e vogël se sa Khorasani dhe Endelosi. Ai ka thënë Khorasani dhe Endelos. Ne nga Arabia Saudite jemi në distancë më të afërt se sa Khorasani dhe Endelosi. Pra prap nuk na përfshin ixhmain që ka sjell Ibn Abdul Barr rahimullahu taala. Një kundërshtim tjetër që mund t'i bëhet mendimit të parë, që thamë se shikimi i vendit vlen për gjitha vendet e tjera. Është hadithi i Kurejbit që transmeton nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, se kishte shku Kurejbi në Sham, i dërguar në Sham për një punë tek Muawiye, shikon atje natën e xumah, shikon hënën e Ramazanit. Kthehet dhe informon Ibn Abbasin, thotë që e pash. Ibn Abbasi i thotë, a e peti, thotë e pash. Po njerëzit a e pan, thotë e pan. Atëherë Kurejbi pyeti Ibn Abbasin, thotë Ibn Abbasi tha ne fillum ditën e shtunë. Kishim plotësuar Shaban trodhi se si kishim pa hënën. I tha po ti do ta marrësh parasysh shikimin e Muawiyes? Se Muawiya kishte shpall atje. Dhe në kohën e tyre shikonte dikush hënën, shkonte ke halifja dhe halifja shpallte Ramazanin. Shpallja e Ramazanit ishte në dorën e autoritetit, halifes ose guvernatorëve të tij. I tha ti do ta marrësh parasysh shikimin e Muawiyes? Tha jo. Kështu në ka urdhëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë mund sillet ky si një argument që shikimi i një vendi nuk vlen për vendet e tjera, sepse Ibn Abbasi thotë që kështu në ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përgjigjja është që ky nuk është argument për këtë pikë. Sepse sipas mendimit dytë ky vlen argument për ta, por sipas dietarëve që përkrahin mendimin e dytë, shpjegimi është kështu. Ibn Abbasi radhiyallahu anhu ka pasur për qëllim që përderisa ne e kemi filluar në këtë mënyrë Ramazanin, ne do ta mbyllim ashtu siç e filluam. Kështu na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, Ibn Abbasi ka pasur për qëllim që fundin e Ramazanit, mbylljen e Ramazanit, se ka dietarë që mendojnë se përderisa është marrë vesh
se në një vend është par hana para një vendi tjetër, mbylljen e Ramazanit do ta bëjnë në bazë të atij vendi tjetër. Edhe pse nuk e kanë filluar Ramazanin me ta, dhe jo në bazë të plotësimit të Shabanit 30 ditë siç e kanë filluar ata. Por ky mendim nuk është i saktë, sepse bie ndesh me hadithin e Abdullah ibn Abbas, i cili thotë kështu na ka urdhëruar pejgamberi. Pra pejgamberi na ka urdhëruar që nëse e fillojmë Ramazanin me plotësimin e Shabanit 30 ditë, kështu ta mbyllim. Të vazhdojmë siç e filluam. E kështu bën bashkimi me të gjithë argumenteve. Abdullah ibn Abbas ka patur për qëllim mbylljen e Ramazanit, që do ta mbyllin si ashtu siç e kishin filluar, duke marrë parasysh fillimin e tyre dhe jo fillimin e vendeve tjera, ndërsa hadithet e tjera, të cilat janë shumë të qarta, argumentet e tjera, bëjnë fjalë për ata të cilët marrin vesh se është shikuar hana diku. Edhe kjo çështje u mbyll. Tani ne përmendëm gati 6 mendime, të cilat të gjitha lidhen me shikimin e hanës. Po llogaria ka vend në këtë çështje apo jo? Se në vendin tonë komuniteti musliman ecën me llogari. Atëra merret parasysh llogaria për fillimin e Ramazanit apo jo? Normale që ata i marrin parasysh llogarit, marrin përsëri lidhen me hanën. Thonë që llogarit tregojnë se hana mund të shihet, se hana do të shihet dhe ne e shpallim Ramazan. Ka dal njëri me e pa hanën apo jo? Ka mbarrit haberi se është pa hanë apo jo? Përdesa llogarit tregojnë se hana mund të shihet, pra dhe ata llogarit i lidhin me hanën. Nuk i lidhin me diellin apo në gjë tjetër, i lidhin me hanën. A është i konsiderueshëm ky qëndrim, ky mendim në Islam apo jo? Fakti është se ky mendim nuk qëndron në Islam. Është i pakonsiderueshëm. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala thotë se ky mendim është bidat. Pra është bidat që muaji të shpallet bazuar në llogari, mbështetur në kalendar apo në llogari. Thotë sepse të gjithë dietarët, thotë Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, janë të mendimit se duhet merret për bazë shikimi i hanës. Dhe nuk duhet të ecet me llogari. Me llogari thotë ecën vetë një bidatçi. Kështu thotë Ibn Taymiyyah në Mejmu'ul Fatawa, në këtë libër që un kam para meje, po të premtonte koha do t'i citoja thëniet e Ibn Taymiyyahs. Mirë, Ibn Abdul Barri rahimahullahu ta'ala në Istidhkar ka sjell mendimin e një dietari të tabiinëve që quhet Abdullah ibn Shakhir, i cili ka thënë se mund bëhet llogari. Mbas është mbështetur një hadith pejgamberit që thotë faqdurula, domethënë faqdurula bëni llogari. Por fakt sipas citateve tjera apo sipas varianteve tjera sipas haditheve tjera kuptohet që pejgamberi ka patur për qëllim faqdurula në kuptimin llogaritin e Shabanit 30 ditë, po jo të ecet me llogari për shpalljen e Ramazanit. Ktu është ngatarruar ky dietar i tabiinëve, pse është dietar i madh, dhe qëndrimi i tij është krejt në kundërshtim me dietarët. Dietarët nuk e kanë marrë parasysh dhe ai është i papranueshëm. Kështu që mund të themi se përhedhjen poshtë për të mos marrë parasysh llogarin nga ana atyre që shpallin Ramazanit, thash nga ana atyre që shpallin fillimin e Ramazanit, Fitr Baramin apo Kurban Baramin, kemi ixhma të dietarëve ose qëndrimin që është gati ixhma. Nëse nuk është ixhma, është gati ixhma, sepse është një kundërshtim që është sjell nga Abdullah ibn Shakhir. Por kjo është një çështja e shpalljes së Ramazanit. Deri tani ne kemi folur për shpalljen e Ramazanit. Tani është një çështje tjetër. Kush ka të drejtë të shpallë Ramazanin? Dhe kjo është një çështje. Shpallja e Ramazanit, shpallja e Fitr Baramit dhe shpallja e Kurban Baramit është prej rregullave sultanie, për rregullave që kanë bënë me halifen, me guvernatorin ose autoritetin që shpall këto gjëra, sepse prekin interesin e gjithë njerëzve. Çfarë ndodh në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Dhe njerëzit për shembull, njëri mund të lajmërojë dikë, mund të kështu, por që të marrin vesh njerëzit të masë se ka hyrë Ramazani, nevojitet që ta shpall Khalifja, të merret vesh nga ana Khalifes. Pastaj njerëzit nuk e dinë se dëshmitarët që lajmërojnë janë drejt apo jo. Ai që vërteton është gjykatësi, është Khalifja. Prandaj, që nga kohë pejgamberi, edhe brez pas brezi këto gjëra kanë qenë të lidhura me Khalifen, me guvernatorin ose autoritetin që shpall muajin e Ramazanit. Po përmend disa argumente për këtë. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu thotë, njerëzit u përpoqën të shikonin hanën. Unë e pash dhe shkova lajmërova Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra shkoi lajmëroi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të parin e shtetit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e agjëroi dhe urdhëroi njerëzit që ta agjërojnë.
Ky është argument që tregon se shpallja e muajit lidhet me autoritetin. Tjetër, e dyta, është edhe një hadith që një beduin kishte parë hanën, lajmëroi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam urdhëroi njerëzit ta agjëronin. Pra përsëri ky është argument. Dhe kjo ka ndodhur domethënë rregullisht. Kjo është çështja e dytë në këtë çështje. Që njerëzit kanë nevojë për një autoritet që të marrin vesh muajin, të marrin vesh hyrjen e Ramazanit, Fitr Bayram dhe Kurban Bayramin, bazuar në argument që thash. Çështja e tretë. Dhe për diskutuar përsëri për çështjen e dytë që përmenda, duke marrë parasysh se ky rregull, domethënë shpallja e Ramazanit lidhet me autoritetin, që njerëzit fillojnë Ramazanin bashkë, ta mbyllin bashkë, bëjnë Fitr Bayram, Kurban Bayramin bashkë. Në qoftë se halifja zgjedh njërin prej qëndrimeve që përmenda pak më parë, për shembull zgjedh qëndrimin e parë që shikimi i vendit vlen për shikimet e tjera, atëherë njerëzit do ta gjojnë me ta. Dhe këtë e kanë thënë shumë dietar. Edhe do të përmend pak më pas inshallah taala qëndrimet e tyre. Ndërsa nëse zgjedh mendimin që shikimi vlen për vendin ku është parë dhe jo për vendet e tjera, nëse halifja zgjedh kështu, atëherë çdo vend ka shikimin e vet, në mënyrë që të mos ketë përçarje. Vendet e një vendi ku është parë do ta agjërojnë. Halifja ndan këtë çështje në mënyrë që njerëzit të bëhen bashkë. Çështja e tretë, të cilën duhet ta ngjoni me vëmendje, është në qoftë se dikush shikon hënën e Ramazanit, lajmëron halifen apo të parin e vendit, apo gjykatën që ka në dorë shpalljen e Ramazanit, që është në lënë dorë kjo punë, apo autoritetin që merret me këtë punë, lajmëron se kanë parë hënën dhe ai refuzon dëshminë. Çfarë do bëjnë ky njeri? Do agjërojnë vetvete? Apo do të agjërojnë bashkë me njerëzit dhe nuk do të agjërojnë më vete? Dietarët këtu janë darë në disa qëndrime. Një mendim është që do agjërojnë dhe do çel me shikimin e vet fshehur azi. Pa marrë parasysh se ja ka marrë parasysh halifja apo se e ka pa hënën, dhe pejgamberi ka thënë agjërojnë kur shikohet hëna. Ky është mendimi i Shafiut. Mendimi tjetër është që Ramazanin do ta bëjnë fshehur azi vet. Kur shikon hënën apo merr vesh se është parë hëna. Ndërsa fitrin do ta bëjmë bashkë me njerëzit jo në vete. Ky është një mendim i Ahmedit, edhe ai i parë është një mendim i Ahmedit, se me Ahmedi ka 3 mendime në këtë çështje. Është mendimi i Malikut edhe Ebu Hanifes. Qëndrimi i tretë në këtë çështje është se në qoftë se dikush ka pa hënën, qoftë Ramazanit apo të Shawalit për Fitr Bayramin, dhe halifja nuk ka marrë parasysh, as nuk ka gjëron vete dhe as nuk e bën fitrin vete. Do ta bëjmë bashkë me njerëzit. Ky është qëndrimi i tretë, është mendimi i Ata ibn Abi Rabah dhe selefëve të tjerë. Më herët ka qenë mendimi i Aishës radhiyallahu anha, mendimi i Anas ibn Malikit, siç e ka përmendur Ibn Qayyim në Zadul Ma'ad. Ky është që një prej mendimeve të Ahmed ibn Hanbelit, ky është mendimi që ka zgjedhur Ibn Taymija rahimahullahu taala. Ku e kanë argumentin? Argumenti është një hadith që e sjell Imam Tirmidhi në Sunenin e tij nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "As-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tufṭirun, wal adha yawma tudahhun." Agjërimi bëhet atëherë kur e bën njerëzit. Fitr Bayram bëhet atëherë kur njerëzit kanë Fitr Bayram, dhe kur bën Bayrami bëhet atëherë kur njerëzit kanë Kurban Bayram. Ky hadith është i saktë, siç ka thënë Sheikh Albani dhe shumë dietar para tij. Në lidhje me këtë hadith ka thënë Imam Tirmidhi rahimahullahu taala, në shpjegimin e këtij hadithi thotë, është thënë se nëse dikush shikon hënën, ai duhet ta agjëroj ma jama'ati nasi wa 'idhamihim. Pra ka thënë, po do ta citoj këtu thënien e Tirmidhiut rahimahullahu taala, Imam Tirmidhi thotë kështu: disa dietar e komentojnë këtë hadith kështu, se kuptimi i hadithit është që agjërimi dhe fitri bëhet me xhamatin, wa 'idhamin nas, dhe shumicën dërmuese të njerëzve. Kështu bëhet.
agjërimi dhe fitr barami bëhet me xhamatin dhe shumicën dërmuese të njerëzve. Tani kjo çështje vëllezër nuk duhet përzihet me çështjen e parë. Çështja e parë është si shpallet muaj, kush e shpall muajin e Ramazanit, domethënë. Ai që shpall muajin e Ramazanit, e shpall duke marrë parasysh shikimin e kujt do veni qoftë apo shikimin e vendit vet. Janë disa qëndrime, dy ishin të parët që e përmenda. Ndërsa llogarinë nuk e merr për bazë, është bidat me e marr për bazë llogarinë. Kjo është çështja e parë. Ndërsa kjo është një çështje tjetër. Në qoftë se dikush merr vesh se është parë hana, ose e ka parë vetë hanën, çfarë do bëjnë? Kjo është çështje tjetër. A do ta agjërojnë në qoftë se refuzohet dëshmia, apo nuk i pranohet informacioni? Nuk i pranohet nga halifja, nga autoriteti që shpall Ramazanin. Çfarë do bëjnë? Do agjërojnë me njerëzit apo do ta agjërojnë vete? Do bëjnë fitër baram me njerëzit apo do ta bëjnë vete? Ktu ka disa qëndrime dietarëve të cilat i përmenda pak më parë. Dhe kjo është çështje tjetër, nuk duhet përzihet me çështjen e parë. Se ndonjëri mund të mendojnë domethënë se në këtë çështje ka vetëm dy qëndrime. Që është shikohet me hanën, çdo vend domethënë shikimi i vendit vlen për vende të tjera, mendimi i parë, mendimi i dytë. Çdo vend ka shikimin e vet, që lidhet me shikimin e hanës. Ndërsa llogaria nuk ka vend këtu. Vërtet nuk ka vend për sa i përket kësaj çështje. Kurse këtu ne jemi në çështje tjetër, ku ka dy qëndrime dietarëve. Një qëndrim është që njeriu agjëron dhe prish agjërimin njerësh me njerëzit e vendit vet, dhe qëndrimi tjetër është që do të agjërojmë vete dhe do ta prish agjërimin vete, po pa shkaktuar përçarje dhe probleme. Prandaj ka thënë shefja agjëron fshehurazi, për të mos krijuar rrëmuj përçarje, se kjo është një çështje ku njerëzit do të kenë bashkim dhe do të përçahen. Tani në qoftë se halifja apo ai që ka autoritetin e shpalljes muajit Ramazanit refuzon dëshminë gabimisht, çështja është mjaft e qartë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë as-sawmu yawma tasumun. Agjërimi bëhet atëherë kur e bën njerëzit. Fitr barami atëherë kur e bën njerëzit dhe kurban barami atëherë kur e bën njerëzit. Kështu që do ta bën njerëz me njerëz sipas mendimit më të saktë, që e përmenda pak më parë. Po nëse refuzon dëshmitarët me epsh. Ka ndodhur kjo në të kaluarën dhe mund ndodhë dhe sot. Refuzon vin dëshmitarët, thonë kemi pa hanën. Refuzon me epsh, i vin 5-10 dëshmitar të besueshëm. Çfarë do ndodh në këtë rast? Do të merret parasysh këto njerëz do ta agjërojnë kur ta agjërojnë njerëz, se njerëzit nuk e marrin vesh. Njerëzit kur thot autoriteti, shumica e njerëzve kështu e kanë. Dhe në çdo vend kështu ndodh. Thotë që tani ka filluar Ramazani, fillojnë Ramazanin me ta. Është fitër baram, bëjmë fitër baram me ta. Po këta pakice që kanë marrë vesh, e kanë parë ose kanë marrë vesh që është parë hana dhe nuk është pranuar nga autoriteti, nga halifja, guvernatori apo autoriteti që merret me shpalljen e kësaj pune, nuk është pranuar kjo. Çfarë do të bëjnë? Në qoftë se refuzon dëshmitarët me epsh, përsëri, sipas asaj që thotë Ibn Taymija rahimahullahu taala, do ta agjërojnë me njerëzit. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë të përgjithshme, nuk ka bërë caktim. Dhe Zoti kur e ka frymzuar me këtë hadith Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka ditë që do të ketë edhe njerëz tillë që refuzojnë dëshminë me epsh. Ka thënë as-sawmu yawma tasumun. Agjërimi bëhet njerësh me njerëzit. Fitr baram njerësh me njerëzit dhe kurban barami bëhet njerësh me njerëzit. Po nëse halifja apo autoriteti që shpall muajin ecën me llogari, merr për bazë thënjet apo llogarit e astrologëve, kjo ka qenë në të kaluarën, munexhim quhej. Në kohën tonë, ata që bëjnë kalendarin, a do merret parasysh thënia e tij, do të thonë, dhe njerëzit agjërojnë me ta. Çfarë do bëjnë muslimani? Do agjërojnë me njerëzit apo do ta agjërojnë me vete? Përsëri është e njëjta gjë, sipas asaj që mendoj unë, dhe që e konfirmon, që e përmend dhe Ibn Taymija rahimahullahu taala këtu në këtë libër, dhe për shkak të rëndësisë unë do ta citoj inshallah taala thënien e Ibn Taymijës, sepse është mjaft e qartë në këtë çështje. Pastaj do të përmend edhe kundërshtimet që i bën kësaj çështje. Ibn Taymija rahimahullahu taala thotë kështu: nëse do të thuhej
ndoshta prisi të cilit i është lënë në dorë, t'u shpall njerëzve hënën, është neglizhent, për shkak se refuzon dëshminë e njerëzve të drejtë, ose për shkak se neglizhon, domethënë vërtetimin e integritetit të tyre moral. Nuk shef se janë të drejtë të dëshmitar apo jo. Apo refuzon dëshminë e tyre për shkak se ka ndonjë armiqësi me ta. Në kohën tonë, për shembull, ndodh që në një shtet, edhe pse merret parasysh shikimi i hënës, refuzojnë që të marrin parasysh shikimin e vendit tjetër. Pse? Sepse mes të shtetit dhe shtetit tjetër ka armiqësi. Ka ndodhur kjo në vendet arabe me fjalë. Apo shkaqe të tjera thotë, të cilat nuk janë fetare, nuk janë shkaqe fetare thotë fare. Apo për shkak thotë se mbështetet në thënien e astrologut, i cili thotë se hëna nuk do të shikohet. Domethënë llogaritarit, atij që bën llogari, merret me llogari. Thotë Ibn Taymija, edhe për këtë rast, të thotë vendimi që do të shpallet nuk ndryshon për sa i përket atij që merret parasysh në shikimin e hënës. Pra, vendimi në këtë çështje nuk ndryshon se, domethënë, se si është gjendja e tij që do të shpall hënën dhe shikimin e hënës. Mushtehidan musiban kana am mukhtian. Qoftë mushtehid ka bëjë ijtihad dhe ka gabu, apo ka neglizhu, duke refuzuar dëshmitarët, duke mos marrë parasysh se janë të drejtë dëshmitar apo jo. Sepse thot, në qoftë se nuk shfaqet hëna, nuk marrin vesh hënën njerëzit, mund ta ketë pa njëri, mund ta kenë marrë vesh disa njerëz, por nëse nuk shfaqet hëna se është bërë Ramazan, në mënyrë që gjithë njerëzit marrin vesh dhe ta agjërojnë, thot kjo domethënë nuk merret parasysh, ky është kuptimi i fjalës së Taymijës rahimahullahu taala. Sepse hëna thot quhet ajo që merret vesh tek njerëzit, edhe nëse ka dalë në qiell, përderisa njerëzit ka marrë vesh, që ka hyrë hëna e Ramazanit, për ta nuk ka filluar Ramazani. Këtë e ka përmend, ky është kuptimi i fjalës së tij këtu dhe kështu ka përmendur edhe në thënie të tjera Ibn Taymija rahimahullahu taala. Thot pastaj Ibn Taymija, në hadith të saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, për sa i përket prisave, ata u falin namazin juve thot. Nëse ata e qëllojnë të vërtetës, namazi vlen edhe për ju dhe për ta. E nëse ata gabojnë, namazi vlen për ju thot, por është kundër atyre. Kështu që gabimi i prisit dhe neglizhenca e tij është kundër atij, ai merr gjunah për ta. Nëse muslimanët nuk kanë asgjë, edhe nuk kanë gjunah, se nuk kanë neglizhuar. Se kanë marrë vesh që ka hyrë Ramazani, për ata që kanë marrë vesh. Ndërsa ata tjerë që kanë marrë vesh dhe që janë pakit, sipas hadithit, duhet bashkohen shumicës. Kështu thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po këtu mund të lindin disa kundërshtime. E para, vërtet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë agjërimi bëhet një herësh me njerëzit, fitër Barami kurban një herësh me njerëzit dhe kurban Barami bëhet një herësh me njerëzit. Dhe mendimi më i saktë është që nëse dikush shikon hënën, po nuk e marr parasysh halifja shikimin e tij, do ta agjërojnë me njerëzit dhe nuk do ta agjërojnë vetë, se hadithi është i qartë dhe ne duhet marrim përbaz hadithin. Mirë po njerëzit të cilët u ka fol Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk merreshin me llogari. Merreshin vetëm me shikimin e hënës. Atë si mund të japim përgjigje kësaj çështje? Përgjigjja është se hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u drejtohet muslimanëve, jo vetëm muslimanëve të kohës vet, po të gjithë muslimanëve. Dhe Allahu lartësuar kur ka frymzuar këtë hadith Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ditë që do të ketë njerëz lloj-lloj që shpallin muajin e Ramazanit. Flasim për muslimanë, jo qafira. Se fjalët e qafirave nuk merren parasysh në këtë mes. Ata që e bëjnë 25 ditë apo 15 apo 10 ditë Ramazanin, ata janë qafira. Flasim për muslimanë që shpallin Ramazanin. Dhe nëse dikush gabon në shpalljen e Ramazanit për shkak të llogarive në një ditë, nuk quhet qafir. Ka një mendim gabum që nuk është fetar, sikur se thotë Ibn Taymija këtu, lejset shar'iyye, lejset bi shar'iyye, por janë musliman, dhe musliman që ecën me ta, nuk janë qafira. Se nëse dikush e bën Ramazan 10 apo 25 ditë, dhe të tjerët bëjnë mas tij, ai edhe ata që bëjnë mas tij janë qafira. Dhe ne nuk diskutojmë për këtë. Nuk diskutojmë për qafirat. Pejgamberi thotë agjironi me muslimanët, jo me qafirat. Atëherë,
Do më thënë, Zoti e ka ditë. O ma kana rabbuka nasiya. Zoti yt nuk harron. Zoti e di gjithçka. Përdesë ka thënë kështu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ne e marrim parasysh këtë. Edhe kjo zgjidh problemin. Ky është hadith specifik që flet se ky hadith për çfarë flet? Flet për rastin kur prisi ja qëllon, prisi apo autoriteti ja qëllon në caktimin e muajit apo për rastin kur nuk ja qëllon, gabon. Normale që flet për rastin kur gabon. Agjironi njerëz me njerëzit. Se kur ja qëllon normale që do agjirosh njerëz me njerëzit. S'bëhet fjalë. Aty nuk ka diskutim. Po ama në rastin kur gabon, çfarë do bësh? Vjen udhëzimi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thotë agjiro me njerëzit. Atëherë është muaj për ty. Agjiro njerëz me njerëzit. Tani mund bëjmë një paralelizëm me namazin. Për sa i përket kohëve të namazit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith që sjell Abu Dharr dhe në Sahih Muslimit. Thotë do të ketë prisa të cilët e vonojnë namazin nga koha e vet. Thotë faleni namazin kohën e vet në shtëpiat tuaja. Pastaj faleni namazin me ata nafile. Mos bëni xhamat dytë në xhami. Ky është kuptimi i hadithit, se përmend në tekst. Mos bëni xhamat dytë, ky është teksti. Ky është kuptimi. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë faleni namazin kohën e vet në shtëpi. Pastaj nëse e kap namazin nafile atje me ta, e fal me ta nafile. Hadithun Sahih Muslimit. Për këtë rast, pejgamberi më ka ditë, ka frymzuar Allahu që do ketë prisa të padrejtë që e vënojnë namazin nga koha e vet. Ka thënë falë namaz kohën e vet. Nëse për Ramazanin çka ka thënë? Ka thënë agjironi njerëz me njerëzit. Megjithse do të ketë prisa të cilët do të gabojnë në shpalljen e Ramazanit. Gabimet mund të kenë natyra të ndryshme, siç sqaron Ibn Taymi rahimahullahu taala. Kështu që hadith, domethënë, ligjvendësi e ka ditë se do gabojnë caktimin e kohëve të namazit dhe do ta vënojnë namazin nga koha e vet. Ka thënë falë namazin në kohën e vet. Për sa i përket Ramazanit, ka thënë agjironi një herësh me njerëzit. Një kundërshtim tjetër që mund të lind në lidhje me këtë çështje, sepse kjo është e qartë, është se ai që shpall Ramazanin, në qoftë se e shpall në Ramazanin bazuar në llogarit, ka sjell një bidat në fe. Ndërsa në qoftë se gabon duke e shpallur, domethënë duke refuzuar dëshminë e dëshmitarit, nuk është se ka sjell një bidat në fe. Përgjigjja është se vërtet është bidat shpallja e muajit Ramazanit me llogari. Por ky është një gabim. Një gabim i cili mbështetet në një ta'wil. Ata bëjnë një interpretim. Thonë ne marrim parasysh hanën dhe shikimin e hanës. Por llogarit na nxjerrin që hana mund shikohet dhe gabimi është njësoj sigur rasti i dëshmitarëve. Edhe në rastin e dëshmitarëve mund gabohet, thotë. Madje thotë, dëshmitari mundet që të mos e ketë pa, mund që të jetë i rrenjshëm, një dëshmitar apo dy. Kështu që thotë, ne marrim parasysh llogarit. Kemi edhe një nga të parët e këtij umeti që është Abdullah ibn Shakhir. Ka edhe dietar të kohës që kanë këtë mendim që është mezhlisi i fetvave të Evropës, pra kemi ta'wil. Kështu ecën Turqia dhe të gjithë vendet e Ballkanit. Vendet e Ballkanit ecën pas Turqisë faktikisht. Tani këta kanë një ta'wil. Ta'wili është një gabim. Dhe nuk janë të pakta çështjet ku janë sjell mendime të gabuara në fiqh për shkak të një ta'wili. Nuk janë të pakta. Dhe për këto qëndrime, këto çështje, për këtë çështje këta nuk mund të bëhen qafira. Ky është një gabim që kanë bërë. Kështu që këta vërtet kanë bërë një gabim. Dhe ne i këshillojmë gjithmonë që të mos ecim me këtë bidat, dhe kemi bërë këtë punë, do ta sqaroj pak më vonë se çu që kemi sqaruar këtë njerëz nëpërmjet hoxhallarëve, gjithmonë kemi kërkuar me insistim dhe do të vazhdojmë me insistim inshallah taala, derisa të krijohet një autoritet tjetër, inshallah taala, nëse do të bëjnë leje, do ta mundsojnë Allahu subhanahu taala diçka të tillë. Po për sa kohë që kjo nuk është arritur, atëherë ky është një gabim. Është ngjashëm me gabimin në refuzimin e dëshmisë. Një minutë. O Hasan, masi të marrim mësimin inshallah. Kush ka pyetje, do të lë kohë të plotë inshallah taala për sqaruar. Por e thash, është bidat, nuk diskutohet, por këtë bidat e bëjnë ata, nuk e bëjmë ne. Neve çfarë për 1 minutë. Mos u nxito, masi të marroj inshallah taala mund ta bësh pyetjen. Ne çfarë marrim për bazë? Marrim këtë bidat për bazë apo sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Ne marrim për bazë sunetin.
Ne marrim për bazë hadithin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që thotë agjironi me njerëzit, dhe ne agjirojmë me njerëzit. Njerëzit të vend nuk e dinë se si e shpall Ramazanin komuniteti musliman. Ata e dinë që e kanë rregull dhe vazhdojnë agjërimin me ta. Dhe gabimi është në një ditë, sikur se ka qenë gjitha kohrat. Qoftë për shkak kësaj, për shkak refuzimit të dëshmitarëve apo refuzimit me epsh. Refuzimi me epsh është batil, është i papranueshëm, pa diskutim, është batil. Është i papranueshëm refuzimi 10 dëshmitar me epsh. Gjithatë çfarë do ndodhë këtë rast? Ibn Taymi rahimahullahu taala në thotë nëse i refuzon dëshmitarët dhe qëndrojnë në Arafat një ditë më vonë muslimanët, qëndrimi i tyre në Arafat është i saktë. Dhe ajo ditë për ta është ditë Arafatit dhe në atë ditë zbret Allahu subhanahu wa taala në qiellin e dynjas. Pra ne marrim përballë sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që thotë agjironi njerëz me njerëzit, kurse jo bidatin e tyre. Po të ishte në dorën tonë, ne e vlerësojmë ata. Po kjo nuk është në dorën tonë. Ne marrim përballë sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për që kur lind pyetja, pa e marrim përballë në bidatin e tyre, jo. Ne marrim përballë hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që thotë agjironi njerëz me njerëzit. Shumica e njerëzve kështu agjiron dhe ne me ta agjirojmë. Një çështje tjetër një kundërshtim tjetër që mund bëhet lidhur me këtë çështje është se vërtet nëse halifi ecë me llogari do ecë me halife. Se njerëzit bëjnë mas tij. Ne nuk ecim me veprimin e tij që është bidat, është gabim. Ecim me veprimin e shumicës së njerëzve. Pejgamberi thotë ecim me shumicën. Mos bëni përçarje në këtë pikë. Thotë ecim me shumicën. Ky është kuptimi i hadithit. Thelbi, fryma e hadithit është që kjo të bëhet bashkë. Agjërimi të fillojnë bashkë, mbyllet bashkë dhe kurbanit bëhet bashkë me njerëzit. Po nëse, domethënë, nuk ka halife, përsëri fryma e hadithit është pa ajo. Hadithi thotë që të fillojmë agjërimin bashkë, ta mbyllim bashkë dhe kurban baramit ta bëjmë bashkë. Dhe njerëzit kanë nevojë për një autoritet, sikur se thash më parë. Kjo është min el ahkam sultanie, rregullave të cilat kanë bënë me autoritetin. Se njerëzit nuk marrin vesh ndryshe për Ramazan, kanë nevojë për një autoritet. Në mungesë të komunitetit musliman do të lindë nevoja këtu që të krijonim një autoritet ne. E do të ishte shumë e mirë që të zhbëhej autoritet dhe të bëjmë një autoritet të hajrit ne, që ta shpallet tamam për smari muajin e Ramazanit, fillimin dhe fundin e tij. Se njerëzit kanë nevojë për një autoritet. Agjërojnë Shqipëri mbi 100.000 njerëz të paktën, mbi 100.000 njerëz, duke marrë parasysh edhe fshatrat. Dhe këto njerëz kanë nevojë për një autoritet. Kjo shumicë dërmuese. Kështu që përderisa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë agjëroni me njerëzit, dhe përderisa shumica e njerëzve agjërojnë me këtë autoritet, ne do të ecim me shumicën e njerëzve, të cilët të respektojmë për ta, derisa ta zhbëjmë atë dhe të bëhet një autoritet tjetër. Çfarë kemi bërë neve për ndryshimin e këtij realiteti të hidhur në të cilin është komuniteti musliman? Faktikisht neve i kemi çuar materiale komunitetit musliman. Hoxhallarët i kanë çuar, flas për hoxhallarët selefi, material komunitetit musliman që këtë qendrim e kanë gabim në mënyrë të detajuar. E dyta, kemi darë dhe kemi parë dhe hanën. Jo kemi parë hanën, po kemi dalë në përmale për çikuar hanën. Para disa viteve unë kam dalë disa herë me disa hoxhallar, edhe në Maldajtit, edhe në Krap. Po në të njëjtën kohë kemi ndjekur edhe lajmet nga vendet arabe për shikimin e hanës, me qëllim që të informojmë edhe muslimanët, të krijojmë edhe një pikpamje apo një ide fetare lidhur me mundësinë e shikimit të hanës apo jo në vendin tonë. Dhe mirë po, komuniteti musliman gjitha këto faktikisht nuk i ka marrë parasysh. Ata thonë ne do të ecim me llogari, sepse domethënë kështu ne shohim domethënë të arsyeshme, kështu ecën Turqia dhe ne do të ecim me ata janë muslimanë, ata kanë dietarë kështu me radhë, këto janë pretekset e komunitetit musliman. Tani suneti Muhamedit sallallahu alajhi wasallam është ky: as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhahun. Agjërimi bëhet njerëz me njerëzit, fitr barami bëhet njerëz me njerëzit dhe kurban barami bëhet njerëz me njerëzit. Janë disa çështje në të cilat shariati kërkon bashkim. Janë disa çështje tjera ku shariati kërkon që në mënyrë të strikte të ndiqet e vërteta, të ndiqet çështjet e fesë që përmenden në Kur'an dhe Sunet, pavarësisht se çfarë qëndrimesh kanë njerëzit. Për shembull, për kohën e namazit, strikt duhet të respektohen hadithet. Sa është hadithi e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam.
marrim rastin e xhihadit. Nëse një pris është zullumqar, vret, pret, ngre flamurin e xhihadit kundër një armiku tjetër më të keq, një qafiri për shembull, që do më zaptu vendin e muslimanëve. Tani, çfarë do bëjnë muslimanët? Do bashkohet me ushtrinë e muslimanëve dhe të luftojnë në flamurin e këtij prisi zullumqar musliman, edhe pse ai mund të fuqizohet për të vrarë, për të prerë, për të therrë musliman, gjitha të zezat mund t'i bëjnë, Allahu na rujt. Përveç kufrit dhe shirkut. Apo do të distancohet, thotë jo, kjo përban ndihmë për ta. Edhe unë do të heq dorë nga zullumi, se është një hadith e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që thotë do të ketë prisa zullumqar. Kush i ndihmon ata? Apo i beson ata? Ai nuk është për meje. Unë nuk jam prej tij dhe nuk ka për të ardhur ka haudhim, thotë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në hadith. Përgjigjja është që po, ky hadith qëndron, por ky flet për rastin kur nuk i jep nim kundrejt një dami që është më i madh, një armiku që është më i rrezikshëm, po i jep nim, domethënë për ta fuqizuar në zullum të pastër. Allahu na ruajt. Atëherë në një rast të tillë do të bashkohesh, do bësh xhihad nën flamurin e këtij prisi, tu kërkon bashkim shariati. Krijohet dal njëri kokë në vete. Bëjnë një grup në vete dhe thotë unë do bëj kështu, se kjo është zullumqar. Do të bashkohet me muslimanët. Tjetër namaz me xhamat. Dikujt për shembull nuk i pëlqen imami. Po thonë nuk pëlqen ky imam. Mund të ketë edhe bidate imami. Do të mund të fal namazin në vete. Do bëj xhamat dytë në xhami. Ose të fal namazin në shtëpi. E ka gabim. Edhe pse ka bidate imami. Edhe pse mund të ketë një problem, përderisa nuk është qafir, do shkosh dhe do të falesh me të në xhami. Se në këtë pikë shariati kërkon bashkim. Namazin me xhamat, xhuman, fillimin e Ramazanit, mbylljen e Ramazanit, fitr Bayramit dhe Kurban Bayramin, shariati kërkon bashkim. Janë argumentet. Është hadithi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që neve duhet që të dorëzohemi plotësisht shariatit. Aty ku shariati kërkon për ne që të bashkohemi me muslimanët, ne duhet të bëjmë bashkim dhe të flijojmë dëshirat vetjake, tekat, dhe të bashkohemi me muslimanët. Aty ku shariati thotë respekto atë rregullin e fetar të shariatit, edhe nëse të kundërshton gjithë njerëzit, respektoje falen namaz, kohën e namazit që përmendëm pak më parë në kohën e vet. Ka ndodhur për shembull në Shqipëri që Bayrami në një xhami është fal 2 herë. Është fal një ditë, është fal edhe të nesme. Kjo është bidat. Nuk të pa diskutueshme është bidat. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë për namazin farz, thotë do ketë prisa që e vënojnë namazin në kohën e vet. Falë namazin shpirtare, nuk thotë shko bë xhamat aty në xhami. Se krijon probleme. Po të falë namazin aty. Edhe pastaj nëse gjen namazin nafile, kohën kur falet namazi me xhamat, shko bashkohu me ta nafile. Për që të falet namazi Bayramit në një xhami 2 herë, kjo është bidat. Allahu na ruajt. Kështu që faktikisht janë edhe mjaft çështje të cilat kanë të bëjnë me këtë pikë, por çështja e fundit e cila do të përmendun ka të bëjnë me luhatjen e hoxhallarëve vendin tonë lidhur me këtë çështje. Dhe faktikisht lidhur me këtë çështje kam pas edhe unë vetë luhatje. Çështjet duhet më i thon ashtu siç janë. Unë e përmenda para 2 orësh kur fillon këtë ligjërat se problemi i fillimit dhe mbylljes Ramazanit na ka shoqëruar që para 15 ditësh nga fillimi. Për shkaqe të ndryshme, për ty është komuniteti musliman dhe shkaqe të tjera. Është filluar një ditë përpara, një ditë mbrapa e kështu me radhë, ka pas probleme gjithmonë. Shpresojmë që të minimizohet ky problem, mbyllet ky problem, po Zoti e di se kur do të mbyllet. Dikur kur vija nga shkolla, për shembull kam marrë në Arabia Saudite nga Xhamia Atul Imam në një Ramazan, unë kam agjëruar me njerëzit në Shqipëri. Ma e men që ka qenë një ditë ku domethënë në Arabi bëhej fitr Bayram, kurse unë kam agjëruar këtu. Sepse atëherë ecja me mendimin e Sheikh Albanit, bazuar në këtë hadith që as-sawmu yawma tasumuna, agjërimi bëhet njerëz me njerëzit, dhe fitr Bayrami bëhet njerëz me njerëzit, Kurban Bayrami bëhet njerëz me njerëzit. Dhe përderisa njerëzit tonë në Shqipëri bëjnë Bayram, domethënë njerëzit tu nuk kanë Bayram, kanë Ramazan, bëjmë Ramazan me ta. Kur kam qenë në shkollë dhe jam konsultuar me disa profesorat mit, përsëri kam pas një qendrim dhe kam marrë me këtë qendrim në Shqipëri. Domethënë që ta agjëroj njerëz me njerëzit tu. Jo kur kam ardhur në Shqipëri, kam konstatuar se një pjesë e madhe e rinisë nuk agjiron me komunitetin musliman.
komuniteti musliman nuk ishte një autoritet solid për çarje probleme zoti dhe mund të zhbahej. Dhe kam ecur me idenë, domethënë që ose shumica e njerëzve nuk agjiron me komunitetin musliman, ose mund krijohet kjo shumicë. Prandaj ky nuk është autoritet për ne, se nuk është halife. Nuk zë vendin e halifes. Gjitha të tjera të kishe, unë kam lexuar këtë thënie do të mi ashtu që përmend për mua rastet kur gabon prisi në shpalljen e Ramazanit, a do të ecë me shumicën e njerëzve apo do të ecë njeriu vetë, kam lexuar këtë disa herë, se është qetësim që unë kam bartur prej 10 vitesh gati. Çdo vit e lexoj këtë vëllim të Ibn Taymijes. Ndoshta do të gjej diçka që nuk e kam gjetur më parë. Na ka shoqëruar ky debat, domethënë gjithmonë se nuk është çështje e vogël, është çështje mjaft shqetësuese. Presioni për këtë çështje është mjaft i fortë me fjalë. Dhe mbi gjitha është përgjegjësia para Zotit subhanahu wa taala. Pra kam menuar kështu, edhe për një kohë, biles po të ngjohet, çfarë kam thënë, për shembull, në ligjëratë që jam regjistruar para 5-6 vitesh, jam regjistruar në Shkodër, në Elbasan apo diku tjetër, ndoshta do të has këto sqarime. Do të thonë që unë nuk e marr parasysh autoritetin e komunitetit musliman, po të ishe halife çështje tjetër. Sepse nuk kam bindje që shumica e njerëzve agjirojnë me ta. Me kalimin e kohës, myftit në përgjithësi agjirojnë me komunitetin musliman. Shumë hoxhallar të ri filluan të agjirojnë me komunitetin musliman, jo pa arsye. Me arsye kishin këtë hadith. Domthon, edhe çfarë u thoshte njerëzve kur agjiroja, domethënë jo me komunitetin musliman, sipas shikimit të Hanës. Thoshte njerëzve mos bani për çfarë për çështje. Vallahi kështu kam thënë gjithë atyre që më pyesin në telefon. Për shembull në Elbasan, gjithë hoxhallarët e Elbasanit agjironin me njerëzit në Shqipëri. Më pyesin vëllezër nga Elbasani, thoshte unë mendoj që ta fillojmë me shikimin e Hanës anej, por mos bani probleme. Edhe ata të tjerë kanë sakt, se kanë edhe ata arsye të tyre. Ata që më marrin telefon e marrin mend shumë mirë këtë çështje. U bën edhe shumë hoxhallar të ri me këtë çështje, jo pa arsye, me arsye thashën pa, se unë e di se ku ka çështja është e konsiderueshme dhe ku nuk është e konsiderueshme. Dhe sot e kësaj dite unë nuk e shaj atë njëri që agjiron, ndërkohë që unë agjiroj me njerëzit në Shqipëri bazuar në këtë hadith. Absolutisht. Sepse ai mbështetet në një qendrim konsiderueshëm. Nuk është i pa konsiderueshëm. Kjo çështje është një problem që ekziston. Duke marrë parasysh që edhe shumë hoxhallarë shkuan me atë qendrim. Dhe ne që merrim vesh është para hana diku në një vend arab, ishim pakic. Unë mund të lajmëroj 50 veta, dikush tjetër 300. Ja u bën 3000 veta që lajmërohen, domethënë nga disa hoxhallarë. Po 150.000 veta në Shqipëri që agjirojnë, domethënë mbi bazën e asaj që u shpall komuniteti musliman, u shpall Turqia. Këta janë shumica dërmuese e muslimanëve. Ne i quajmë musliman këta që besojnë Allahun ditën e gjykimit dhe agjirojnë, falen në xhumat, ne i quajmë musliman. Është tjetër mendimi atyre që nuk i quajnë musliman. Ne këta i quajmë musliman. Edhe duke marrë parasysh këta, unë mendova më fort në këtë hadith Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Sawma yawma tasumuna." Edhe unë e pash që për momentin autoriteti nuk shbahet. I kanë ftuar hoxhallar që ta zhbëjmë ata autoritet. Wallahi i kanë ftuar. Hajde, bëhemi bashkë dhe ta zhbëjmë. Nëse ne nuk e zhbëjmë, mundet që në një xhami, 2 apo 3 xhami, domethënë mund ta falim baramin vete. Po Shqipëria ka 1000 xhamia. Si do bëhet halli tyre? Dhe shumë vëllezër janë imam në këto xhamia dhe njerëzit nuk kanë faj valla. Se kanë ndodhur në xhamia në Shqipëri ku fal baramet nesërmen, kanë vajt me qindra njerëz nga fshatrat edhe qyteti me fal baramet dhe u është mbyll dera. Kjo nuk është prej fesë. Se këto njerëz nuk e dinë. Këto thonë këto kanë shpallë Ramazanin, ne kemi Ramazan, kemi fitër baram. Nuk është faji këtyre njerëzve. Prandaj thotë më temi këtu. Nuk është faji muslimanëve thotë, se muslimanët as nuk kanë neglizhuar, as nuk kanë gabuar. Jo çdo njeri shef hanën. Jo çdo njeri merr vesh as pa hana. Kjo është puna e autoritetit. Njerëzit në përgjithësi kanë hallet e dynjas, kur thuhet që është Ramazani, fillon Ramazani, kur mbyllet Ramazani, ata mbyllin Ramazanin. Kështu që mendojmë këtë hadith dhe thash, ky hadith jep zgjidhje këtij problemi. Ne hallakatemi shumë. Hadithe specifik flet pikërisht për këtë çështje. Dhe pikat mbi shkrohet në këtë çështje. Thotë gjironi njerëz me njerëzit. Prishni agjirim njerëz me njerëzit dhe bani kurban baram njerëz me njerëzit. Po dikush më thotë, shumica e njerëzve për shembull në Benet Arabe agjirojnë.
Këtu në Shqipëri nuk kanë agjërim. Atëherë, pse mos bëjmë me shumicën? Si e kanë kuptuar muslimanët këtë hadith ndër shekuj? E kanë kuptuar që me muslimanët që ke në vendin tonë, se ti nëse nuk je i bashkuar me muslimanët në vendin tonë, nuk ka se si ti jesh i bashkuar me vende tjera. Kështu e kanë bashkuar. Pra nëse muslimanët e një vendi agjërojnë, atëherë agjëron me ta. E nëse ata nuk agjërojnë, ti nuk do agjërosh me ta. Nëse dikush thotë, domethënë që mundet që një prijës thot apo një kryetar shteti thotë që do e bëjmë Ramazanin 3 ditë. Dhe njerëzit i binden atij, ne do e bëjmë 3 ditë. Përgjigjja është që ai që e bën Ramazanin 3 ditë është kafir. Kurse këta që ecin me llogari gabojnë në 1 ditë. Sikurse është gabimi për refuzimin e dëshmisë. Dhe ai që ecin me llogari dhe gabimi është në 1 ditë nuk është kafir. Ka kundërshtuar në një çështje shariatin, po nuk është shari, se ka shumë çështje në të cilat njerëzit kanë kundërshtuar shariatin, nuk bëhen kafir për to, se nuk e kundërshton me qëllim për të përgjigjëstruar Allahun dhe dërguarin e tij. Ai ecën me një interpretim. Dhe muslimanët që bëjnë mastyre në vendin tonë, nuk janë kafirë, janë muslimanë. Ata e plotësojnë Ramazanin 29 ose 30 ditë. Dhe gabimi që ndodh në vendin tonë është si gabimi që ka ndodhur kudoherë. Mund të kenë gabuar muslimanët 1 ditë përpara, 1 ditë më pas. Ky gabim ka ndodhur gjithmonë. Pra, kjo ideja domethënë se mund ta bëjnë Ramazanin 10 ditë, 15 ditë nuk qëndron. Sepse ai që e bën këto është kafir. Dhe kushdo që pajtohet me to për ta bërë Ramazan 20 apo 15 ditë është kafir pa diskutim. Dhe kush nuk e bën kafir atë është kafir si puna e tij. Imagjino po sikur njëri thotë se alkooli është halal. Është kafir. Dhe atë gjithë ata që pajtohen me to që alkooli është halal është kafir. Dikush thotë që do falen vetëm i namaz. Ai është kafir. Dhe kushdo që pajtohet me to për të falë vetëm i namaz, përsëri është kafir. Ndërsa për rastin e fjalë nuk mund të themi që është kafir. Çështja e fundit për cilën do të flasë është fakti se ne tani jemi në prag të Kurban Bayramit. Kurban Bayrami është një festë e madhe. Muslimanët qëndrojnë në Arafat dhe një ditë më pas bëjnë Kurban Bayramin. Prandaj bazuar në këtë hadith Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, agjërimi është njerëz me njerëzit, fetër Bayrami është njerëz me njerëzit dhe Kurban Bayrami njerëz me njerëzit. Unë mendoj se ne këto punë duhet t'i bëjmë një herësh me muslimanët. Gjithsesi kjo nuk do të bëhet çështje përçarje, çështje mosmarrveshje, sepse siç e thash fryma e argumenteve shariate lidhur me këtë çështje është që të minimizojmë sa më shumë përçarjet dhe debatet. Dhe nëse nuk është e mundur, të paktën debatet e tepërta duhet të lihen. Pastaj, para gjykimet, unë nuk dua të hyj para gjykimeve. Njeriu mund të keq kuptohet, njeriu mund ngatarrohet, mund të ketë arsye të tjera. Mund të ketë arsye nga më të ndryshme të cilat e çojnë njeriu në një qendrim të tillë. Pavarësisht se ka njerëz të cilët u hyjnë edhe para gjykimeve, për shembull kur kanë folur për qendrimin tonë para 2 vitesh, çfarë nuk më shtanë? Më shtanë domthonjë që keni ndryshuar çështën e fesë për interesa dynjaje. Ajsa, domethënë, e shtan edhe kjo, nga burimet sigurta. Është dhënë një urdhër nga Amerika që të burgosen hoxhallarët dhe nga frika hoxhallarët kanë ndryshuar qendrimin për Ramazanin. E kanë bërë të njerëz nuk e musliman. Ai që ka ndryshuar këtë qendrim me insistim jam unë. Dhe ca hoxhallar pastaj, domethënë pas meje. Pas meje, nuk thonë se kanë ndjek qendrimin tim, domethënë, po unë kam dhënë to arsye, edhe ata e kanë pa të arsyeshëm. Ka pas hoxhallar para me që kam menuar kështu. Atëherë kur ndryshum në para 2 vitesh qendrimin, unë pothuajse kam qenë i pari. Domethënë që thash, unë nuk ndjej qetësi këtu ku jam. Edhe unë shoh të hadith, mendoj më thellë këtë hadith, se ky zgjidh problemet të cilat ne i kemi. Ku pajtuan dhe hoxhallar tim këtu? Unë nuk kam marrë në urdhër për Amerikës deri më sot. Alhamdulillah. Po kur t'jap urdhër të Amerika, atëherë Zoti e di se kush do qëndroj. Kur t'jap urdhër të Amerika, deri më sot nuk ka dhënë urdhër. Po ta menojmë ndryshe, që Amerika nxit konfliktet. Ku e dim ne? Në shumë vende arabe ka agjentura që nxisin domethënë kundër dietarëve të Arabisë Saudite. Nxisin njerëzit e bidatit dhe të ekstremeve të tjera. Dhe të dyja parë dietarë shaj. Po të shikon çdo cep botës, akidja islame e pastër e saktë ka burimin prej atje. Kur'an dhe Sunet nga librat që kanë përhapur ata. Çdo vend ndodhen librat e Ibn Taymijës,
flas ku ka musliman ka për fen, Ibn Bazit, Ibn Uthayminit, Albanit e kështu me radhë. Burimi i madh, domethënë. Me gjithë gabimet që mund kenë ato nuk janë pa gabushëm dietarët. Po ama anegar. Sharja dietarëve ka një piknisje apo jo? Po mundet, domethënë, dikush i ka shkuar Ebu Basirës dhe Ebu Muhammed el-Maqdisit atje në Jordani që ka sjellë ato problemet mes muslimanëve punë, apo atje tjetrit në Arabi Saudite që ka tepruar me punët e bidatit, ndoshta ata nuk e ndjejnë. Po shkojnë njerëz domethënë dhe u ahijeshojnë që të flasin për dietarët. E pastaj lindin gjitha këto probleme që vijnë këtu. Dhe po përmend një rast konkret. Para disa vitesh, një bosnjak ka qenë student në Medinë, flisin domethënë me mençuri, me devotshmëri, domethënë me kështu, flisin mirë për ta. Mos e kam taku vetë të bosnjakun, po kam fol vëllezër, ai ka qenë në një vend evropian. Ka marrë ta vëllezër musliman, bosnjak. Edhe nuk ka qëndruar në Arafat në ditën ku kanë qëndruar musliman, por kanë qëndruar një ditë më vonë. A ka pas arsye ky njeri? Po. Pas disa arsye. Ndoshta ka zgjedhur njërin për këtyre mendimeve, cilët për shembull ka thënë që ky mbreti ecën vetëm me qëndrim me shikimin e vendit vet. Po duhet merret parasysh edhe shikimi i vendeve tjera. Ose për shembull ka ecë me të kundërtën, domethënë që unë nuk e marr parasysh shikimin e këtij. Pse? Sepse shumë ky është qafir. Dhe dietarët e këtij vendi janë mbështetës qafirit, janë qafirë si punë, ka njerëz që bëjnë qafirë dietarët e Arabisë Saudite për këtë arsye, domethënë për shkak se gjoja mbështesin mbretit. Dhe ka thënë këto janë mbështetës tagutit. Mbreti është një hajdut, i zullumqtar, bashkëpunëtori i Amerikës. Marrën qendrimin e tij, ai do të caktoj mos e kundon qendrojnë në Arafat, qendrojnë vit më vonë, ditë më vonë. Ta nuk them se ky ka qenë arsyeja e tyre. Ata nuk e di se ç'janë arsye kanë pas, po njeriu mund niset dhe nga arsye të tilla kur flet për këtë çështje. Faktikisht, kjo mund prek ndjejat e njerëzve, domethënë që mbreti është hajdut, mbreti është i keq, mbreti është po domethënë kjo nuk është argument feje, domethënë që mos e bësh Arafatin atëherë kur tregojnë argumente shariatit, po ta bësh një ditë më vonë apo një ditë më përpara. Çështja e fundit, po u bën shumë çështjet e fundit është që ne vëllezër jemi ndjekës të Kuranit dhe Sunetit, ashtu sikur se kanë kuptuar të parët tanë. Dhe ne duhet që ta bëjmë parim absolut. Të jemi ndjekës të argumentit kur të qoftë ai. Dietarët ne na ndihmojnë që të kuptojmë argumentin. Dhe u referohemi dietarëve. Nuk duhet na pëlqen vetë që ne e kuptojmë që jo, duhet të referohemi dietarëve. Por amo që të na çojnë tek argumenti. Dhe në momentin kur na bën atë qatë argument, ne ndjekim argumentin. Zoti ka thënë në Kur'an: "Tabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum." Ndiqni atë që është shpallur nga Zoti juaj. Zoti nuk thotë ndiqni ëndra, ndiqni menime dietarësh, ndiqni ide, ndiqni tekat, jo absolutisht. Ndiqni atë që është shpallur nga Zoti juaj. Dhe në momentin që muslimanit i bën të qartë një qendrim, ecë me atë qendrim. I bën të qartë me argument një qendrim, do të ecë me argumentin. Në rast se nuk i bën të qartë, atëherë hoxhën që menon se vallahi i flet sipas Kuranit dhe Sunetit. Dhe ndjen qetësinë në fetvan e tij. Në momentin kur nuk i merr vesh punët, le të ecë me qendrimin e atij hoxhe, përderisa ai përket e ehlis Sunetit. Edhe është në hajër inshallah, po kjo për sa kohë që nuk i është bërë qartë argumenti, se edhe një xhamat i thjesht mund i bëhet të qartë argument, por derisa një dietar mund gabojnë. Mund gabojnë dietari. Atëherë, aq më tepër një hoxh mund gabojnë. Nëse një hoxh gabon në çështje, do ta kundërshtojnë qendrimin e tij dhe do të ecë me hadithin apo argumentin e fesë. Elhamdulillah, ne këtu në vendin tonë, unë e them gjithmonë, kemi një fillim të mbar. Ne kemi filluar thirrjen këtu para 20 vitesh në tauhid dhe në sunet. Dhe kjo është mirësi për ne. Pra ne nuk kemi të ngjashëm me vende tjera ku, domethënë, pak njerëz kanë betejë me bidaçit që janë shumicë. Dhe të hapim betejë pastaj me tjetër. Ne këtu kemi filluar ehli sunet. Ka gabime? Po. Përderisa ne arrim kapim gabimet dietarëve, dietar, fakti që kap gabim të një dietar nuk do thotë që u bëra un dietar. Mund të kapsh një gabim, do thotë që u bëra dietar. Aq më tepër që të kapim gabimet të xhollarëve të vendit. Çfarë thotë? Thuhet një fjalë. Në një fjalë thotë kefa bil mar'i nublan an tu'adda ma'ayibu.
është, domethënë mjafton si vlerë për njeriu që ti numërohen gabimet. Nëse arrin, nëse njëri i numërohen gabimet, ka gabu këtu, e që ka mirë. Sepse keq njeriu është kur nuk i numërohen gabimet. Nëse i numërohen gabimet, e njeriu nuk është keq. Pra kemi fillim mbar në Kur'an dhe Sunet dhe ne duhet vazhdojmë. Duhet punojmë me vetë mohim. Që të ecë kjo rrugë, të përhapet ky hajër dhe jo të hapim pastate e betejë me njëri tjetrin. Ato nuk janë nevojshme. Vërtet Ibn Taymija rahimullah, megjithëse Ibn Taymija domethënë ka shku dhe i ka ngushëllu kundërshtarët e atij Makhluf al-Maliki, që kishte kundërshtar më të madh në akide. Jo çështje fiqhu, në akide ka vetë ka ngushëllu rahimullahu taala. Nëse ne jemi ahli sunet, dhe të hapen betejat mes ahli sunetit, kjo vallahi është rënd. Është e papranueshme. Elusallahu lartësuar, që ti bashkoj zemrat.